Në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, një makinë robotike madhësia e një makine të vogël po udhëton nëpër sipërfaqen e një planeti që ndodhet 45 milion kilometra larg jush. Të gjithë e dinë këtë. Por ajo që shumica nuk e din, është se ky rover sapo zbuloi diçka që e detyroi Agjencinë Amerikane të Hapësirës dhe Aeronautikës të mbajë takime emergjente për 3 javë. Një diçka që ndryshon çdo gjë që mendonim se dinim për Marsin. Një diçka që fshihet brenda tij. Data është 26 shkurt, 2021. Roveri Perseverance, i pajisur me instrumente që mund të dëgjojnë tingujt e parëndësishëm nëpër atmosferën e hollë marsiane, regjistron një seri dridhje sismike. 75 dridhje në 7 muajt e parë. Por kjo nuk është çështja. Çështja është se këto dridhje po shfaqin një pamje të brendshme të planetit që shkencëtarët e quajtën fillimisht të pamundur. Një ekip ndërkombëtar nga Universiteti i Kölnit, i drejtuar nga shkencëtari gjerman Briegel, filloi të analizojë të dhënat. Ajo që gjetën e bëri që disa prej tyre të rikonsideronin karrierat e tyre të tëra. Imagjinoni një moll, e shkëlqyer, e kuqe, e zakonshme. Tani imagjinoni që e prisni atë në gjysmë dhe në vend të mishit të bardhë brenda saj gjeni një oqean. Jo pika uji, jo lagështirë, një oqean i vërtet. Kjo është afërsisht ajo që zbuluam brenda Marsit. Dhe nëse kjo ju duket e çuditshme, prisni derisa të dëgjoni numrat. Brenda Marsit ekziston një shtresë e lëngshme, aq masive sa mund të mbullonte tërë sipërfaqen e planetit me një thellësi prej 1 deri në 2 kilometrave. Leçoni përsëri këtë. 1 deri në 2 kilometra. Uji i mjaftueshëm për të mbushur oqeanin Atlantik 4 herë dhe gjithë kjo fshihet në 10 kilometra shkëmbim të kuq që kemi studiuar për dekada. Mënyra se si shkencëtarët e zbuluan këtë është një histori veçmas e jashtëzakonshme. Çdo herë që një meteor godet sipërfaqen marsiane, krijon një valë sismike që udhton nëpër brendësinë e planetit. Sismometri i Perseverance, një instrument kaq i ndjeshëm sa mund të detektojë lëvizjen e një atomi individual, kap këto valë. Por këtu është magjia. Valët sismike udhtojnë me shpejtësi të ndryshme nëpër materiale të ndryshme. Nëpër shkëmbim të fortë, ato fluturojnë shpejt. Nëpër lëngje, ato ngadalsohen në mënyrë dramatike. Kur ekipi i Brighit filloi të modelojë këto shpejtësi, zbuloi diçka që nuk përputhej me asnjë model ekzistues të strukturës së brendshme marsiane. Sipas të gjitha llogarive të mëparshme, Marsi duhej të ishte një planet i thatë, një shkëmb gati i ngurtë nga kryqi në qendër. Por të dhënat po tregonin ekzistencën e një zone ku valët sismike ngadalsoheshin në mënyrë drastike. Kjo mund të thoshte vetëm një gjë. Një shtresë e lëngshme masive e fshehur me thellësi midis mantisë dhe guaskës. Imagjinoni që po ecni nëpër një shkretir. Rëra e kuqe deri në horizont. Ajri holl që vështirë mbështet jetën. Temperatura që bie në 70 gradë nën zero natën. Dhe e gjithë kjo kohë, drejt për drejt në këmbët tuaja, kilometra më poshtë, ekziston një oqean kaq i madh sa mund të ketë mbajtur më shumë ujë se tërë Europa. Kjo është Marsi. Kjo është realiteti që sapo zbuluam. Por pse Agjencia Amerikane e Hapësirës dhe Aeronautikës hezitoi ta publikojë këtë? Pse 3 javë takime të mbyllura? Përgjigjja ka të bëjë me një pyetje shumë më të madhe se vetëm uji. Ka të bëjë me atë që uji në këtë thellësi, nën këtë presion, në këtë temperaturë, mund të nënkuptojë për ekzistencën e jetës. Le të kthehemi prapa në kohë për një moment. 4 miliardë 400 milion vjet më parë, Marsi ishte një planet krejtësisht i ndryshëm. Modelet kompjuterike të Universitetit të Colorados të publikuara në 2019 treguan që planeti i kuq kishte një atmosferë të trash, temperatura mbi zero dhe oqeane të mëdhenj në sipërfaqe. Lumenj rrjedhin nëpër kanjone. Liçene formohen në kratere. Kushtet ishin të ngjashme me tokën e hershme, dhe në tokë, në kushte të tilla, jeta shfaqej pothuajse menjëherë. Pastaj diçka ndodhi. Marsi humbi fushën e tij magnetike. Pa mbrojtje magnetike, era diellore filloi të gërrien atmosferën. Për periudha miliona vjetësh, ajri u hoq gradualisht në hapësirë. Presioni u ul, temperatura ra. Uji në sipërfaqe filloi të avullojë ose të ngrihej.
Dhe brenda 1 miliard vjetësh, Marsi u zhderrua nga një botë potencialisht e banueshme në shkretirën e ngrirë që shohim sot. Por kjo është ktheza. Uji nuk zhduku plotësisht, ai migroi. Ai u fut në thellësi, në sipërfaqe, i mbrojtur nga presioni i shkëmbijve dhe izolimi i mantisë. Dhe atje, në errësirë, në presion të jashtëzakonshëm, ai mbijetoi për miliarda vjet. Kur Bruce Banner nga laboratori i reaktivëve në Pasadena shpjegoi këtë në një konferencë për shtyp në mars të 2022, zëri i tij dridej. Jo nga emocioni, por nga peshat e asaj që po thoshte. Sepse nëse uji ekziston atje poshtë, nëse ka qenë atje për miliarda vjet, atëherë pyetja nuk është më nëse Marsi pati njëherë kushte për jetën. Pyetja është nëse ato kushte ekzistojnë ende, fshehur nga sytë tanë nën kilometra shkëmb. Mendoni për tokën për një moment. Në vitin 2011, shkencëtarët zbuluan baktere që jetonin në një minier ari në Afrikën e Jugut, 3 kilometra nën sipërfaqe. Këto organizëm nuk kishin parë kurrë dritën e diellit. Ato merrnin energjinë nga reaksione kimike në shkëmbinj. Në 2017, një ekip nga Universiteti i Edimburgut gjeti forma jete që nxitojnë 8 kilometra nën sipërfaqen e oqeanit në temperatura që kalojnë 100 gradë. Jeta në tokë nuk nevojitet vetëm dritë diellore. Nuk nevojitet vetëm sipërfaqe. Ajo nevojitet vetëm ujë, energji dhe kohë. Marsi ka pasur kohë. 4 miliardë 400 milion vjet. Ai ka ujë, siç e dim tani, dhe ka energji, nga nxehtësia e brendshme e planetit, nga radioaktiviteti natyror i shkëmbijve, nga procese kimike që ndodhin në presione të larta. Kur shkencëtarët amerikanë të shërbimit gjeologjik modeluan kushtet në këtë shtresë të lëngshme marsiane, ata përdorën superkompjuteret më të fuqishëm në dispozicion. Simulimet zun 3 javë. Ato përfshinin 38 milion ekuacione të ndryshme dhe rezultatet treguan diçka befasuese. Temperatura në atë thellësi nuk është as afër temperaturave të sipërfaqes marsiane. Në vend të 70 gradë nën zero, modelet tregojnë temperatura midis 0 dhe 40 gradë Celsius. Disa zona mund të arrijnë 60 gradë. Kjo është temperatura e një vendi tropikal në tokë. Kjo është temperatura në të cilën bakteret lullzojnë. Kjo është temperatura e jetës. Por këtu ndodh diçka edhe më e çuditshme. Presioni në atë thellësi është afërsisht 500 herë presioni atmosferik të tokës në nivel të detit. Kjo tingëllon ekstreme dhe është, por jo për jetën. Bakteret në kanalin e Marianas, pika më e thellë e oqeaneve tona, jetojnë nën presione mbi 1000 herë presioni atmosferik. Organizmat e quajtur ekstremofil lullzojnë në kushte që ne do t'i quanim të pamundura. Pra, presioni nuk është pengesë, temperatura nuk është pengesë, mungesa e dritës nuk është pengesë. Çfarë mbetet? Koha. Nëse jeta filloi dikur në sipërfaqen e Marsit 4 miliard vjet më parë, kur planeti kishte ajër të freskët dhe ujë të rrjedhshëm, çfarë i ndodhi asaj jete kur kushtet ndryshuan? A vdiq thjesht? Apo migroi, ashtu siç bëri uji, duke u thelluar gjithnjë më shumë, duke u përshtatur me kushte gjithnjë më ekstreme, duke mbijetuar në një botë që ne as nuk e imagjinuam deri tani? Shkencëtarja britanike Monica Grady, një prej eksperteve kryesor në planetologji në Universitetin e Londrës, e shprehu këtë në një intervistë për revistën Nature në qershor të 2021. Ajo tha diçka që bëri që shumë kolegë të saj t'i kundërshtuan publikisht. Ajo tha që shanset që Marsi të ketë jetë nëntoksore janë më të larta se shanset që të mos ketë. Le çoni përsëri, më të larta se të mos ketë. Kjo nuk është spekulim i egër. Kjo është një shkencëtare e respektuar me 4 dekada kërkime duke vlerësuar të dhëna. Dhe ajo nuk është vetëm. Një sondazh i 2022 midis 763 shkencëtarëve planetar ndaj 25 vende tregoi që 67% e tyre besojnë që jeta mikrobe në Marsit është e mundshme. 38% e vlerësuan si të mundshme që ajo jeta ekziston tani, në këtë moment, brenda planetit. Por pse atëherë Agjencia Amerikane e Hapësirës dhe Aeronautikës hezitoi? Pse takimet e mbyllura? Pse diskutimet e zjarta? Sepse nëse ata deklarojnë publikisht që Marsi mund të ketë jetë tani, jo në një e kaluar të largët, por tani, kjo ndryshon çdo mision të ardhshëm. Kjo ndryshon protokollet. Kjo ndryshon prioritetet. Dhe më e rëndësishmja, kjo ndryshon pyetjen themelore që po bëjmë.
Pyetja nuk është më, a pati Marsi një herë jetë? Pyetja bëhet, si mund të arrijmë atë jetë pa e kontaminuar? Si mund ta studiojmë pa e shkatërruar? Si mund të dimë nëse ajo që gjetëm është vërtet marsiane apo thjesht baktere që ne solli pa dashje nga toka? Në prill të 2022, Komiteti Ndërkombëtar për Kërkimin Hapësinor shpalli rregulla të reja për misionet e ardhshme në Marsit. Çdo aparatur që do të përpiqet të arrijë shtresat e thella nëntoksore duhet të sterilizohet në nivele që nuk janë përdorur kurrë më parë. Çdo mos të rikthyer nga Marsi duhet të karantinohet në mënyrë absolute. Kostoja e një misioni të vetëm u rrit nga 3 miliard në 7 miliard dollar. 7 miliard. Shkruar me fjalë, 7 miliard dollar. Për një mision. Dhe arsyeja është e thjeshtë. Nëse ne kontaminojmë Marsin me jetë nga toka, ne do të humbasim përgjithmonë mundësinë të dimë nëse jeta evoluoi në mënyrë të pavarur në 2 vende në sistemin tonë diellor. Do të humbasim përgjithmonë përgjigjen ndaj një prej pyetjeve më themelore që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. A jemi vetëm? Por ka një tjetër arsye pse kjo zbulim shkakton debat kaq të zjarrt. Ka të bëjë me natyrën e vetë jetës. Në tokë, çdo formë jete që njohim përdor të njëjtin kod gjenetik. ADN-ja e një bakterie në Antarktik është shkruar në të njëjtin alfabet kimik si ADN-ja juaj. Kjo tregon që tërë jeta në tokë ka një prejardhje të vetme, një moment kur kimia u bë biologji, një shënditje që ndodhi një herë rreth 3 miliardë 800 milion vjet më parë. Por çfarë nëse Marsi ka jetën e vet? Çfarë nëse ajo jetë përdor një kod të ndryshëm, aminoacide të ndryshme, një biokimi krejtësisht tjetër? Atëherë ne do të kishim prova që jeta nuk është një aksident kozmik. Do të kishim prova që kur kushtet janë të duhura, jeta nuk është e rrallë, por e pashmangshme. Që universi nuk është një shkretëtir sterile me një ishull i vetëm fertiliteti, por një vend ku jeta shfaqet kudo ku mund. Dhe kjo do të nënkuptonte që galaksia jon, me 200 miliard yje, me triliona planet, nuk është thjesht një koleksion shkëmbinsh. Është një ekosistem, një vend ku jeta, në forma që ne nuk mund t'i imagjinojmë ende, mund të jetë kaq e zakonshme sa grimcat e pluhurit. Por le të kthehemi në zbulimet konkrete për një moment, sepse ka detaje specifike që bëjnë që kjo histori të jetë edhe më e çuditshme. Shtresa e lëngshme nuk është e shpërndar njëtrajtësisht. Të dhënat sismike tregojnë që ajo është më e trash në disa rajone specifike. Njëra prej këtyre zonave është pikrisht nën Elysium Planitia, një rrafsh i madh vulkanik. Një tjetër është nën Valles Marineris, kanjoni më i madh në sistemin diellor. Pse kjo është e rëndësishme? Sepse të dyja këto zona tregojnë shenja të aktivitetit gjeologjik relativisht të ri. Në shkallë marsiane, i ri ndonjëherë do të thotë vetëm disa dhjetra milion vjet. Por kjo është e rëndësishme, sepse aktiviteti gjeologjik do të thotë nxehtësi. Dhe nxehtësia do të thotë energji. Dhe energjia do të thotë mundësi për jetë. Një artikull i publikuar në shkurt të 2022 nga ekipi i Universitetit të Arizonës identifikoi 11 zona ku përqendrimi i ujit nëntoksor duket të jetë veçanërisht i lartë. Këto zona korespondojnë me rajone ku satelitët kanë detektuar përqendrime të çuditshme metani në atmosferë. Metani. Ky është një detaj kyç. Në tokë, 95% e metanit prodhohet nga procese biologjike. Baktere në traktet e gjedhve, pleh në fusha, moçalet, termitet. Metani është një nënprodukt i jetës. Në Marsit kemi detektuar meta që nga viti 2004, kur orbituesi Mars Express i Agjencisë Evropiane të Hapësirës e zbuloi për herë të parë. Por burimi i tij është debatuar në mënyrë intensive. Disa shkencëtarë argumentojnë që ai vjen nga procese gjeologjike, nga reaksionet e ujit me shkëmbin vulkanik. Të tjerë thonë që kjo shpjegim nuk përputhet me përhapjen e tij sezonale, sepse këtu është çuditja. Nivelet e metanit në atmosferën marsiane luhaten. Ato rriten verën dhe bien dimrin në disa rajone. Kjo sjellje sezonale është shumë më e vështirë për t'u shpjeguar me gjeologji sesa me biologji. Imagjinoni një koloni bakteresh të fshehura në të nxehtë të brendshëm marsiane. Verën, kur temperatura në sipërfaqe rritet dhe shkëmbinjtë zgjerojnë, të çara të vogla hapen. Metani që prodhojnë këto baktere mund të rrjedh lart duke u çliruar në atmosferë. Dimrin, të çarat mbyllen dhe emetimi ndalet. Kjo nuk është provë.
por është një model që përshtatet me të dhënat më mirë se çdo alternativë gjeologjike që kemi propozuar deri tani. Dhe këtu vjen problemi etik. Nëse ne dërgojmë një sond që shpuron thellë në sipërfaqen marsiane, nëse arrim këtë shtresë të lëngshme dhe nëse gjejmë jetë atje, çfarë kemi të drejtë të bëjmë me të? A kemi të drejtë ta marrim atë, ta studiojmë, ta vrasim domosdoshmërisht në procesin e eksperimentimit? Në 2019, Shoqëria Ndërkombëtare e Planetologëve miratoi një rezolut që do ta bënte të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar të hapësirës çdo eksperiment që qëllimisht shkatërron jetë jashtëtoksore. Por si e studion jetën pa e ndikuar? Si e kupton diçka kaq të çuditshme pa e ndryshuar në procesin e vëzhgjimit? Këto janë pyetje që shkencëtarët po debatonin në ato takime të mbyllura, pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Nëse jeta ekziston në thellësitë marsiane, ajo ka qenë izoluar nga bota e sipërfaqes për miliarda vjet. Izoluar plotësisht. Asnjë dritë diellore, asnjë kontakt me atmosferën, asnjë shkëmbim gjenetik me forma të tjera jete. Në tokë, edhe bakteret më të izoluara përfundimisht lidhen me ekosistemin më të gjerë. Gjenet lëvizin midis specieve, mutacionet e dobishme përhapen. Jeta evoluon në dialog me mjedisin e saj dhe me formate tjera të jetës. Por jeta marsiane nëntoksore, nëse ekziston, ka evoluar në një izolim pothuajse absolut, për 4 miliard vjet. Pa asnjë input nga jashtë, pa asnjë ndërhyrje. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ajo do të jetë forma më e huaj e jetës që kemi hasur ndonjëherë. Jo vetëm të ndryshme nga jeta e tokës, por fundamentalisht, ekzistencialisht të ndryshme. E evoluar sipas rrugëve që nuk kanë asnjë paralelizëm me asgjë që ekziston këtu. Studimet teorike të publikuara nga Instituti Teknologjik i Kalifornisë në janar të 2021 përpiqen të modelojnë si mund të duket një biokimi i tillë i izoluar. Rezultatet janë mahnitëse dhe shqetësuese. Në disa modele, jeta nuk përdor fare proteina. Në të tjera, ajo nuk përdor ujë si tretës, por përzierje të llojeve të ndryshme të lëngjeve nën presion. Në njërin model veçanërisht të çuditshëm, jeta nuk ka qeliza individuale fare, por ekziston si një rrjet i vetëm i madh kimik, si një trup pa trup. A janë këto modele reale? Askush nuk e di. Por ato tregojnë hapësirën e mundshme të asaj që mund të ekzistojë atje poshtë. Dhe kjo na ktheh në pyetjen filjestare. Pse Agjencia Amerikane e Hapësirës dhe Aeronautikës hezitoi ta publikojë këtë zbulim? Sepse njoftimi që Marsi ka një oqean të brendshëm nuk është thjesht një fakt shkencor. Është një thirrje për të kërkuar, për të eksploruar, për të gjetur. Dhe nëse ajo që gjejmë atje është vërtet jetë, atëherë çdo gjë që mendonim se dinim për vendin tonë në univers, duhet të rishkruhet. Por si mund të jemi kaq të sigurt? Si mund të deklarojmë ekzistencën e një oqeani nëntoksor pa e parë kurrë me sytë tanë? Kjo është pyetja që skeptikët e ngritën menjëherë pas publikimit të parë të dhënave sismike. Dhe është një pyetje drejtë. Një pyetje që shkenca duhet ta përballet me rigorozitet absolut. Le të shqyrtojmë 2 qasje fundamentalisht të ndryshme që shkencëtarët përdoren për të interpretuar të dhënat nga Perseverance. Qasja e parë quhet modeli i shtresave të ngurta. Qasja e dytë quhet modeli i shtresave të lëngshme. Secila prej tyre bazohet në të njëjtat të dhëna sismike. Secila përdor matematikë rigoroze, por ato arrijnë në përfundime drastikisht të ndryshme për atë që fshihet brenda Marsit. Modeli i shtresave të ngurta argumenton që planeti i kuq është një strukturë stratifikuar, në mënyrë të thjeshtë. Një guaskë jashtme prej shkëmbish bazaltik me trashësi rreth 50 kilometra, një mantije prej silikatesh që shtrihet 600 kilometra në thellësi, një bërtham metalike kryesisht nga hekuri dhe nikeli. Sipas këtij modeli, ngadalësimi i valve sismike nuk vjen nga uji i lëngshëm, por nga zona të shkëmbimeve të nxehta që janë në gjendje gjysmë të shkrirë. Jo ujë. Vetëm shkëmb në temperatura aq të larta sa fillojnë të butësohen, por jo të rrjedhin plotësisht. Ekipi që mbron këtë model, i drejtuar nga geofizikani zviceran Domenico Giardini nga Universiteti i Zirichut, publikoi një seri artikujsh në shtator të 2021, ku paraqiten argumente mjaft bindëse.
Ata treguan që temperatura në thelsin ku shohim ngadalësim të valve sismike mund të arrijë 1200 gradë Celsius. Në këto temperatura, shkëmbinjtë e mantisë marsiane do të sillen si një material viskoz, jo krejtësisht i ngurtë, por as krejtësisht i lëngshëm. Si mjalti që lëviz shumë ngadalë. Valët sismike do të ngadalësoheshin pikrisht ashtu siç po i shohim të ngadalësohen. Ky model ka forcën e tij. Ai nuk kërkon që të supozojmë ekzistencën e diçkaje të jashtëzakonshme si një oqean i fshehur. Ai përputhet me atë që dim për planetë të tjerë shkëmbor. Mërkuri ka një strukturë të ngjashme. Venusi gjithashtu. Pse Marsi do të ishte ndryshe? Por këtu vjen problemi. Modeli i shtresave të ngurta nuk mund të shpjegojë të gjitha vëzhgjimet. Ai lufton me 3 anomali specifike që të dhënat sismike tregojnë qartë. Anomalia e parë është shpejtësia e saktë e ngadalësimit. Valët sismike në zonën problematike ngadalësohen me saktësisht 46%, jo 45, jo 47, 46%. Shkëmbinjtë gjysmë të shkrirë mund të shkaktojnë ngadalësim midis 20 dhe 30%, por 46% kërkon një ndryshim shumë më dramatik në densitet dhe elasticitet. Një ndryshim që përputet gati përsosëri me ndryshimin midis shkëmbit të fortë dhe ujit në presion të lartë. Anomalia e dytë është shpërndarja horizontale. Zona ku valët ngadalësohen nuk është një rreth i përsosur rreth bërthamës. Ajo është e çrregullt, e coptuar, më e trashë në disa vende dhe më e hollë në të tjera. Kjo është saktësisht ajo që do të prisnim nga uji i lëngshëm që ka migruar nëpër të cara dhe kanale për miliarda vjet. Por është e vështirë ta shpjegosh me shkëmbinjtë gjysmë të shkrirë, të cilët do të duhej të shpërndaheshin në mënyrë më uniforme. Anomalia e tretë është më e çuditshme. Disa nga valët sismike që kalojnë nëpër këtë zonë tregojnë një fenomen të quajtur faza e konvertuar. Kjo do të thotë që një val presioni, duke udhëtuar nëpër lëndë të ngurtë papritur, zhderrohet në një val prerse kur ndeshet me këtë shtresë. Pastaj zhderrohet përsëri kur del nga ana tjetër. Ky lloj konvertimi ndodh vetëm në kufi të prerë midis materialeve me veti dramatikisht të ndryshme fizike, siç është kufiri midis shkëmbit dhe ujit. Jo midis shkëmbit dhe shkëmbit pak më të butë. Kur ekipi i Giardini u përball me këto anomali, ata propozuan një seri modifikimesh të modelit të tyre. Ndoshta mantia marsiane ka përbërje kimike të pazakontë. Ndoshta ka xhepa të izoluar lëndësh radioaktive që krijojnë temperatura më të larta se sa prisnim. Ndoshta ka procese që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht. Por çdo modifikim i bënte modelin më të komplikuar, më pak elegante, më pak të mundshëm. Në shkencë ekziston një parim i quajtur briska e Okamit. Kur të përballesh me shpjegime konkurruese për të njëjtin fenomen, zgjidh atë më të thjeshtën që përputhet me të dhënat. Dhe këtu qëndron ironia. Modeli i oqeanit nëntoksor, edhe pse tingëllon si diçka e jashtëzakonshme, është në fakt shpjegimi më i thjeshtë. Ai thot thjesht: ekziston ujë i lëngshëm në atë thellësi. Ai ndodhet atje sepse migroi nga sipërfaqja kur Marsi humbi atmosferën e tij. Ai qëndron i lëngshëm sepse presioni dhe përbërja kimike e mbajnë atë në atë gjendje edhe në temperatura që në sipërfaqe do ta ngrinin. Dhe ky ujë krijon saktësisht llojin e anomalisë sismike që po vëzhgojmë. Asnjë modifikim i çuditshëm i kimisë së mantisë. Asnjë xhep i pazakontë radioaktiviteti. Vetëm ujë, duke bërë atë që uji bën gjithmonë, duke gjetur mënyrën për të mbijetuar. Por skeptikët nuk u bindën kaq lehtë. Në vjetor të 2021, një grup nga Universiteti i Tokios publikoi një kundërargument të detajuar. Ata argumentuan që edhe nëse pranonim ekzistencën e ujit nëntoksor, vëllimi që ne po pretendojmë është thjesht i palogjikshëm. Një shtresë që mund të mbulonte planetin me thellësi 1 deri në 2 kilometra. Kjo do të kërkonte që pothuajse gjysma e ujit filestar të Marsit të ishte ende atje poshtë. Por modelet e humbjes atmosferike tregojnë që shumica e ujit duhet të jetë humbur në hapësirë ose të ngrirë në polet marsiane. Kjo ishte një sfidë serioze, por përgjigja erdhi nga një burim i papritur. Sateliti Trace Gas Orbiter i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, duke punuar në bashkëpunim me roverin Perseverance, filloi të hartoj koncentrimin e izotopeve të hidrogjenit në atmosferën marsiane. Specifikishtëm, raportin midis hidrogjenit të zakonshëm dhe deuteriumit, një izotop më i rëndë. Në vjetor të 2022, rezultatet u publikuan.
Raporti ishte saktësisht atë që do të pristin nëse një sasi masive uji ishte fshehur në sipërfaqe në vend që të humbej në hapësirë. Kur uji avullohet dhe humbet në hapësirë në një planet, deuteriumi duke qenë më i rënd, humbet më ngadalë. Kjo do të thotë që atmosfera do të pasurohet gradualisht me deuterium. Por atmosfera marsiane tregon një raport që sugjeron se shumë më pak ujë humb se sa mendonim. Uji nuk shkoi në hapësirë, ai shkoi poshtë. Ky ishte momenti kur edhe skeptikët më të fortë filluan të hedhin poshtë kundërshtimet e tyre. Jo sepse provat ishin absolute, por sepse peshimi i provave filloi të anohej fuqishëm në një drejtim. Por le të shkojmë edhe më tej. Sepse ka një aspekt tjetër të kësaj debati që rrallë diskutohet jashtë qarqeve akademike. Pyetja nuk është vetëm nëse uji ekziston atje. Pyetja është në çfarë gjendje. Sepse uji në presion ekstrem dhe në temperatura të larta nuk sillet si uji që ne e njohim. Në 10 kilometra thellësi në sipërfaqen marsiane, presioni është rreth 3000 herë presioni atmosferik të tokës në nivel deti. Temperatura, sipas modeleve më të fundit, luhatet midis 30 dhe 60 gradëve Celsius. Në këto kushte, uji ekziston në një gjendje të çuditshme të quajtur ujë superkritik në disa zona dhe ujë normal, por me veti të pazakonta në zona të tjera. Uji superkritik nuk është as lëng, as avull, është diçka ndërmjet. Ai ka densitetin e një lëngu, por rrjedh si një gaz. Ai mund të tretet përbërës që uji normal nuk mund. Ai mund të reagojë kimikisht në mënyra që krijojnë molekula organike komplekse pa asnjë ndërhyrje biologjike. Në mars të 2023, një ekip nga Universiteti Shtetëror i Arizonës publikoi një studim të jashtëzakonshëm. Ata riprodhuan kushtet e brëndësisë marsiane në një laborator të specializuar. Presion të lartë, temperatura të kontrolluara, përzierje shkëmbinjsh bazaltik të ngjashme me ato që gjenden në Marsit dhe ujë. Ata e lanë këtë përzierje të ekuilibroj për 6 muaj. Rezultatet ishin befasuese. Uji në këto kushte filloi të nxjerrë minerale specifike nga shkëmbinjt. Këto minerale reaguan me molekula organike të thjeshta që ishin të pranishme në ujë, duke formuar zinxhir karboni gjithnjë më komplekse. Pas 6 muajsh, ekipi zbuloi molekula që zakonisht i shoqërojmë vetëm me proceset biologjike. Aminoacide, bazat e acideve nukleike, madje strukturat që ngjanin me membrana qelizore. Kjo nuk ishte jetë. Ishte kimia që mund të çojë në jetë. Dhe ajo po ndodhte spontanisht, pa asnjë organizëm të pranishëm. Thjesht si rezultati kushteve fizike dhe kimike. Imagjinoni se çfarë kjo do të thotë për brendësinë marsiane. Për 4 miliard vjet, uji në presion të lartë ka qenë në kontakt me shkëmbin vulkanik. Për 4 miliard vjet, reaksione kimike kanë prodhuar molekula gjithnjë më komplekse. Sa kohë duhet kimis për të kaluar kufrin në biologji? Ne nuk e dim, por në tokë, kjo ndodhi në më pak se 600 milion vjet nga formimi i planetit. Marsi ka pasur 7 herë më shumë kohë, por skeptikët ngren një pyetje tjetër këtu. Nëse kushtet janë aq të favorshme, nëse kimia po prodhon molekula komplekse, pse nuk kemi prova më direkte? Pse nuk shohim emisione më masive të metanit? Pse nuk detektojmë molekula organike në sipërfaqe? Përgjigja mund të jetë edhe më shqetësuese se pyetja. Ndoshta jeta nën-toksore marsiane, nëse ekziston, është kaq e ndryshme nga jeta toksore sa ne thjesht nuk po e njohim. Ndoshta metabolizmi i saj është kaq i ngadalshëm sa ajo që ne i quajmë aktivitet biologjik. Për një qenie toksore është e padukshme për instrumentet tona në shkallë marsiane. Në tokë ekzistojnë baktere që jetojnë në shkëmbinjtë e thellë të guaskës, që ndajnë qelizën vetëm një herë çdo 100 vjet. Një herë çdo 100 vjet. Metabolizmi i tyre është kaq i ngadalshëm sa janë thuajse të padallueshme nga proceset kimike jo gjallë. Por ato janë gjallë, ato riprodhojnë, ato evoluojnë. Vetëm në një shkallë kohore që është e paimagjinueshme për organizma si ne që ndajmë qeliza çdo disa orë, çfarë nëse jeta marsiane punon në një shkallë edhe më të ngadalshme? Çfarë nëse një gjenerat zgjat 1000 vjet, 10.000, 1 milion? Si do ta detektonim atë? Çfarë instrumenti do të ishte mjaft i ndjeshëm dhe mjaft i durueshëm për të kapur procese që ndodhin në shkallë gjeologjike? Kjo na kthen në debatin themelor midis dy qasjes. Modeli i shtresave të ngurta thotë: mos supozoje që ekziston diçka e jashtëzakonshme derisa të kesh prova absolute. Modeli i shtresave të lëngshme thotë:
Provat që kemi tashmë tregojnë drejt diçkaje të jashtëzakonshme, dhe do të ishte jo shkencore ta injorojmë atë vetëm sepse sfidohet nga e zakonshme. Në maj të 2024, Agjencia Amerikane e Hapësirës dhe Aeronautikës mblodhi një panel prej 36 shkencëtarëve nga 18 vende për të vlerësuar të dyja qasjet. Takimi zgjati 5 ditë. Debatet ishin intensive, ndonjëherë të nxehta. Në fund, paneli votoi. 29 shkencëtar votuan që modeli i shtresave të lëngshme përputet më mirë me totalitetin e provave. 7 votuan që nevojitet më shumë të dhëna para se të merret një përfundim. Askush nuk votoi që modeli i shtresave të ngurta është shpjegimi më i mirë. 29 nga 36. Kjo nuk është unanimitet, por është një shumicë dërmuese. Dhe është shumicë e përbërë nga njerëzit më skeptik, më rigoros të trajnuar, më konservativ në profesionin shkencor. Njerëz që i kanë kushtuar karriera të tëra fryrjes së hipotezave egzotike. Ve edhe ata po thonë: provat po na tregojnë diçka të jashtëzakonshme, por le të qartësojmë një gjë. Kjo nuk do të thotë që çështja është e mbyllur. Në shkencë, asnjë çështje nuk është kurrë plotësisht e mbyllur. Çdo përfundim është i përkohshëm, i hapur për rishikim nëse shfaqen prova të reja. Ajo që kemi tani është hipoteza më e mirë e bazuar në të dhënat më të mira që kemi. Dhe hipoteza më e mirë thotë që Marsi, planeti i thatë dhe i ftohtë në sipërfaqe, fshin një oqean të brendshëm kaq të madh sa mund të ketë mbajtur më shumë ujë se tërë liçenet dhe lumenjtë e tokës të kombinuar. Por edhe nëse pranojmë këtë, mbetet pyetja më e madhe. Jo nëse uji ekziston, por nëse ekziston diçka që jeton në atë ujë. Dhe kjo pyetje na shpije në një terren edhe më të pasigurt. Sepse për të përgjigjur asaj, ne nuk mund të mbështetemi vetëm në valë sismike dhe modele kompjuterike. Ne duhet të shkojmë atje. Duhet të shpojmë. Duhet të marrim mostra. Në gusht të 2024, Agjencia Amerikane e Hapësirës dhe Aeronautikës njoftoi zyrtarisht misionin Mars Deep Drill, një projekt me buxhet 7 miliardë 400 milion dollar. Objektivat: të shpoj 10 kilometra nën sipërfaqen marsiane, të arrijë shtresën e lëngshme, të marrë mostra, të kërkoj shenja të jetës. Nisja planifikohet për vitin 2031, mbërritja në vitin 2033. Shpimi do të fillojë në vitin 2034 dhe do të zgjasë 3 vjet. Nëse gjithçka shkon sipas planit, në vitin 2037 ne do të dimë. Por këtu është paradoksi që mban disa shkencëtar zgjuar natën. Çdo pajisje që dërgojmë në Marsit mban baktere nga toka. Pavarësisht çdo përpjekjeje për sterilizim, është e pamundur ta bësh një hapësirën e plot absolut steril. Do të mbeten gjithmonë disa qeliza të fshehura në një cep, në një vid, brenda një qarku elektronik. Kur ajo pajisje shpon 10 kilometra thellë dhe arrin ujin e brendshëm marsiane, ato baktere do të lirohen në një mjedis që mund të jetë i pajustifikueshëm për miliarda vjet. Nëse ato mbijetojnë, nëse fillojnë të shumëfishohen, ne do të kemi kontaminuar Marsin me jetën toksore. Dhe pastaj, edhe nëse gjejmë jetë atje, kur nuk do të jemi absolutisht të sigurt nëse ishte atje tashmë apo nëse ne sapo e vendosëm atje. Kjo çështje etike dhe shkencore shkaktoi një debat tjetër të zjarrt. Disa shkencëtar argumentojnë që rreziku i kontaminimit është kaq i lartë sa misioni duhet të shtyjë derisa të zhvillojmë teknologji sterilizimi më të mirë. Të tjerë thonë që çdo vonesë do të thotë një gjenerat tjetër që rritet pa e ditur përgjigjen ndaj një prej pyetjeve më themelore të ekzistencës. Që të presësh është po aq e papranueshme etikisht si të rrezikosh kontaminimin. Këto nuk janë pyetje të lehta dhe nuk kanë përgjigje të thjeshta. Por ato janë pyetjet që ne duhet t'i përballojmë tani para se të dërgojmë një shufër dredhuese 10 kilometra thellë në brendësinë e një bote tjetër. Sepse nëse jemi të sinqert, kjo nuk është vetëm për Marsin, është për atë që ne jemi si specie, për aftësinë tonë për të balancuar kuriozitetin me përgjegjësinë, për të kërkuar njohuri pa shkatëruar objektin e kërkimit tonë, për të eksploruar pa kolonizuar, për të kuptuar pa kontrolluar. Dhe nëse dështojmë në këtë, nëse kontaminojmë Marsin dhe humbasim përgjithmonë aftësinë për të ditur nëse jeta evoluoi në mënyrë të pavarur atje, ne nuk kemi shkatëruar vetëm një mundësi shkencore, kemi shkatëruar një pjesë të trashëgimisë së vetë universit. Sepse nëse jeta marsiane ekziston dhe është vërtet e pavarur nga jeta toksore,
Ajo përfaqëson një eksperiment të dytë në krijimin e jetës, një rast i dytë ku kimia u bë biologji. Një provë dytë që ne nuk jemi një aksident kozmik, por një pasojë pashmangshme e ligjeve fizike. Dhe kjo provë, nëse ekziston, është më e çmueshme se çdo mineral, më e rëndësishme se çdo burim, më domethënëse se çdo zbulim që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Pra pyetja e vërtet nuk është nëse Marsi ka një oqean të fshehur. Të vënat po na thonë që shumë mundësi ka. Pyetja e vërtet është, çfarë jemi të gatshëm të bëjmë me këtë njohuri? Sa larg jemi të gatshëm të shkojmë? Çfarë rreziqesh jemi të gatshëm të marrim? Dhe çfarë përgjegjësish jemi të gatshëm të pranojmë? Sepse për herë të parë në historinë e njerëzimit, ne nuk po përbalemi me kufirin vetëm si një vend për të eksploruar. Ne po e përballojmë atë si një vend që mund të ketë banorët e vet. Banor që ishin atje shumë para nesh. Banor që kanë të drejtë ekzistimit të pavarur nga dëshirat dhe planet tona. Dhe kjo na detyron të bëjmë një pyetje që asnjë gjenerat njerëzore nuk e ka bërë kurrë më parë me seriozietet. A kemi ne, si specie që sapo mësoi të fluturoj përtej shtëpisë së saj, të drejtën morale të ndërhyjmë në një ekosistem që ka ekzistuar për miliarda vjet në një izolim total? Disa do të thonë, po. Kurioziteti është pjesë e asaj që na bën njerëz. Kërkimi i njohurisë justifikon rrezikun. Të tjera do të thonë, jo. Ekzistojnë disa kufi që nuk duhet kaluar, disa dyer që duhet të mbeten të mbyllura, disa mistere që duhet respektuar nga largësia. Por ndërsa këto debate vazhdojnë në sallat e konferencave dhe në revistat akademike, Marsi rrotullohet në heshtje, duke mbajtur sekretin e tij nën kilometra shkëmbi të kuq. Dhe brenda tij, në errësirën absolute të një thellësie që asnjë dritë diellore nuk ka prekur kurrë, mund të ekzistojë diçka që është pritur për 4 miliard vjet që ne ta gjejmë. Ose diçka që ka shpresuar për 4 miliard vjet që ne të mos e gjejmë kurrë. Por ka një dimension tjetër të kësaj historie që shumica e njerëzve nuk e marrin parasysh. Një dimension që e bën gjithë debatin mbi kontaminimin dhe etikën të duket gati naiv. Sepse ne po supozojmë që jeta marsiane, nëse ekziston, është e ngjashme me jetën toksore, që ajo përdor të njëjtën kimik bazë, që ajo ka nevojë për të njëjtat kushte, që ajo funksionon sipas të njëjtave parimeve. Por çfarë nëse asnjë prej këtyre supozimeve nuk është e vërtetë? Imagjinoni një skenar që shkencëtarët e Institutit Teknologjik të Massachusetts propozuan në mars të 2024. Imagjinoni që brëndësia marsiane nuk është thjesht një oqean i thjesht ujë. Imagjinoni që presioni dhe temperatura në ato thellësi kanë krijuar një gjendje të lëngshme që nuk ekziston askund në sipërfaqen e tokës. Një gjendje ku molekulat e ujit sillen në mënyra që bien ndesh me gjithçka që e dim për kimikën. Nën presion mbi 100.000 atmosfera, uji nuk është më një tretës neutral. Ai bëhet reaktiv, agresiv. Aftësitë e tij për të tretur minerale rriten me një faktor 20. Struktura e tij molekulare ndryshon. Ai formon kristale të lëngshme, konfiguracione që janë në të njëjtën kohë të ngurta dhe të lëngta, të rregullta dhe kaotike. Shkencëtarët e quajnë këtë gjendje ujë superionike. Dhe nuk është teori. Kemi krijuar këtë gjendje në laborator këtu në tokë, duke përdorur makina që kompresojnë mostrat në presione që imitojnë brendësinë e Marsit. Por këtu është detaji që ju bën të ndaleni. Në ujin superionik, ionet lëvizin me shpejtësi 100 herë më të madhe se sa në ujin normal. Kimia ndodh më shpejt, energjia transferohet më lehtë. Nëse do të kishte një mjedis ideal për të evoluar jetë me metabolizëm të shpejt, jashtëzakonisht eficient, do të ishte kjo. Jo uji i zakonshëm i okeaneve tona, por ky lëng egzotik nën presion ekstrem që mund të ekzistojë vetëm në thellësitë planetare. Dhe kjo na shpije në një pyetje që e bën debatin mbi kontaminimin krejtësisht më kompleks. Nëse bakteret tona toksore arrin atë mjedis, a do të mbijetojnë fare? Apo presioni dhe kimika do t'i shkatërrojnë menjëherë? Ndoshta kontaminimi nuk është i mundur. Ndoshta jeta toksore dhe jeta marsiane nën toksore janë kaq të dallueshme sa ato nuk mund të ekzistojnë në të njëjtin vend. Ndoshta ne po shqetësohemi për një problem që fizika e bën të pamundur.
Por kjo na lë me një paradoks edhe më të thellë. Nëse mjedisi i brendshëm marsian është vërtet kaq i ndryshëm, kaq ekstrem, kaq i jashtëm për kimikën që ne i njohim, atëherë si do ta studiojmë? Çdo instrument që ndërtojmë është i projektuar bazuar në kimikën toksore. Çdo sensor që krijojmë detekton molekula që ne i njohim. Çdo test që kryejmë kërkon gjëra që ne presim t'i gjejmë. Por nëse jeta marsiane përdor një biokimi krejtësisht të ndryshme, ne mund të shikojmë drejt për drejti dhe të mos e shohim fare. Kjo nuk është spekulim abstrakt, ndodhi tashmë. Në vitet 20, sonda Viking e Agjencisë Amerikane të Hapësirës dhe Aeronautikës kreu 3 eksperimente biologjike në sipërfaqen marsiane. Njëri prej tyre, eksperimenti i çlirimit të etiketuar, dha rezultate që dukeshin pozitive për jetën. Toka marsiane, kur u trajtua me lëndë ushqyese radioaktive, çliroi gaz në një model që ishte identik me atë që bakteret toksore do të prodhonin. Por komuniteti shkencor refuzoi ta pranonte këtë si provë jetës. Pse? Sepse 2 eksperimentet e tjera dhanë rezultate negative. Dhe sepse ne nuk mund të mendonim për një shpjegim se si jeta mund të ekzistonte në sipërfaqen marsiane, ku rrezatimi ultravjollc është kaq intensiv sa sterilizon çdo gjë. Por tani, 50 vjet më vonë, disa shkencëtar po rishikojnë ato të dhëna dhe po bëjnë një pyetje të ndryshme. Çfarë nëse eksperimenti i çlirimit të etiketuar ishte pozitiv? Çfarë nëse ai zbuloi vërtet jetë, por jo llojin e jetës që presionim? Çfarë nëse 2 eksperimentet e tjera ishin negative, sepse ato kërkuan shenja të jetës toksore dhe jeta marsiane thjesht nuk i përshtatet atyre kritere? Gilbert Levin, shkencëtari që projektoi eksperimentin e çlirimit të etiketuar, vdiq në korrik të 2020, duke besuar deri në ditën e fundit që ai kishte zbuluar jetë në Marsit në vitin 27. Shumica e kolegëve të tij mendonin se ai ishte i gabuar, por në vitin 2022, një rishikim i plot i të dhënave Viking nga një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh arriti në një përfundim të mahnitshëm. Ata nuk mund të përjashtonin mundësinë që Levin kishte të drejtë. Të dhënat ishin të paqarta, por ato nuk ishin as pak refuzuese. Ato ishin çuditërisht shqetësueshëm të ngjashme me atë që do të priste nga aktiviteti biologjik. Tani, le ta çojmë këtë logjik një hap më tej. Nëse jeta mund të ekzistojë në sipërfaqen marsiane, ku kushtet janë brutale, imagjinoni sa më shumë e mundshme është në thellësi, ku temperatura është e qëndrueshme, ku uji është i bollshëm, ku rrezatimi nuk depërton kurrë. Në atë mjedis, jeta nuk do të ishte thjesht e mundshme, ajo do të ishte pothuajse e pashmangshme, nëse kimika lejon. Por kjo na shpjen në një pyetje që është edhe më themelore se sa nëse jeta ekziston. Pyetja bëhet: çfarë është jeta? Si e përcaktojmë? Si e njohim, kur e shohim? Në tokë, ne përdorim një listë kriteresh. Jeta riprodhon, jeta metabolizon, jeta përshtatet me mjedisin. Jeta mban homeostaz, një ekuilibër të brendshëm. Jeta përmban informacion gjenetik që ajo ja kalon pasardhësve. Por a janë këto kritere universale, apo janë thjesht përshkrimi i mënyrës se si jeta punon në tokë? Mendoni për një virus. Një virus nuk metabolizon. Ai nuk mban homeostaz. Ai nuk riprodhon në mënyrë të pavarur. Sipas përkufizimit ton të rrept, ai nuk është i gjallë, dhe megjithatë, ai evoluon, ai përshtatet, ai përhapet, ai ka efekte masive në ekosistemet. A është një virus i gjallë? Shumica e biologëve do të thonë jo, por disa do të argumentojnë që linja midis të gjallos dhe jo gjallos është arbitrare, e bazuar në konveniencën tonë, sesa në realitet. Tani imagjinoni diçka edhe më të çuditshme. Imagjinoni një strukturë kimike që riprodhohet, por jo si qeliza, që metabolizon, por jo duke përdorur enzima, që evoluon, por jo duke përdorur ADN apo ARN, që mban kompleksitet, por jo në formën e organeve apo indeve. A do ta cuanim këtë jetë? A do ta njihnim fare si jetë? Kjo pyetje nuk është hipotetike. Në vitet e fundit, shkencëtarët kanë krijuar në laborator strukturat e quajtura autokatalizator kimik. Këto janë molekula që katalizojnë formimin e kopjeve të veta. Ato riprodhohen. Ato konkurrojnë për burime. Ato evoluojnë përmes seleksionit natyror, duke u bërë gjithnjë më eficiente me kalimin e kohës.
Dhe ato bëjnë gjithë këtë pa asnjë qelizë, pa asnjë membran, pa asnjë gjë që ne tradicionalisht e lidhim me jetën. A janë këto gjëra të gjalla? Sipas përkufizimeve tona aktuale, jo. Por ato tregojnë që linja midis kimisë dhe biologjisë është shumë më e turbullë se sa mendonim. Që ndoshta jeta nuk është një kategori binare, e gjallë apo e vdekur, por një spektër. Dhe që në kufirin më të ulët të atij spektri, ka gjëra që janë pothuajse të gjalla, kemi të gjalla, ose një lloj krejtësisht i ndryshëm i të qeniturisë që ne nuk kemi ende fjalë për ta përshkruar. Dhe kjo na kthen në Marsin me një forcë të re, sepse nëse brendësia marsiane ka pasur 4 miliard vjet për të eksperimentuar me kimik në kushte që nuk ekzistojnë askund tjetër në sistemin ton diellor, çfarë lloj strukturash mund të ketë krijuar? Çfarë lloj organizimi? Çfarë lloj kompleksiteti? Çfarë lloj procesi që ne nuk kemi imagjinuar kurrë, sepse ne kemi studiuar vetëm një shembull të vetëm të jetës, jetën në tokë. Në shtator të 2024, një artikull i jashtëzakonshëm u publikua në revista Science nga një grup ndërkombëtar biologësh teorik. Titulli ishte Në kërkim të jetës pa qeliza. Artikulli argumentonte që jeta në planet me presion të lartë nën-toksor mund të mos ketë nevojë për qeliza fare. Në vend të kësaj, ajo mund të ekzistojë si një rrjet i vazhdueshëm kimik, një lloj kolonie që shtrihet përmes shkëmbijve duke përdorur të çara dhe porozitet si struktura në vend të membranave qelizore. Idetë të tilla tingëllojnë si shkenç fantastike, por ato janë të botuara në revistat më prestigjioze shkencore në botë. Ato diskutohen seriozisht nga shkencëtar që i kanë kushtuar dekada kërkimit të jetës jashtëtoksore. Dhe arsyeja pse ato merren seriozisht është sepse ne po fillojmë të kuptojmë që imagjinata jon për jetën është e kufizuar nga eksperienca jon, që ne po e kërkojmë jetën në imazhin ton, dhe që nëse do ta gjejmë jetën e vërtet jashtëtoksore, ne mund të duhet të heqim dorë nga shumë prej supozimeve tona themelore për atë që jeta është. Por kjo na lë në një pozitë të vështirë praktikisht. Si e projektojmë një mision për të kërkuar diçka kur ne nuk e dim çfarë po kërkojmë? Si e ndërtojmë një detektor për jetë kur ne nuk mund të përcaktojmë jetën? Si e njohim suksesin kur ai vjen? Këto janë pyetje që inxhinierët që projektojnë misionin Mars Deep Drill po përballojnë çdo ditë, dhe përgjigjja që ata kanë gjetur është në të njëjtën kohë e thjeshtë dhe thellësisht e urtë. Në vend që të kërkojnë për jetë, ata po projektojnë instrumenta që kërkojnë për model, për rregullsi, për kompleksitet që nuk mund të shpjegohet lehtësisht nga proceset fizike dhe kimike të thjeshta. Sepse kjo është cilësia universale e jetës, pavarësisht nga forma që merr. Jeta krijon model. Jeta organizohet. Jeta redukton entropi lokalisht duke krijuar zonat e rendit në një univers që përndryshe priret drejt çrregullimit. Nëse ka jetë në brendësinë marsiane, ajo do të lë shenja të kësaj organizimit. Përqendrime të çuditshme të elementeve të caktuara, modele sezonale në kimik, struktura që janë shumë të rregullta për të shpjeguar nga procese të rastësishme. Dhe kjo qasje, kjo kërkim për model në vend të formave specifike, hapin mundësinë që ne mund të zbulojmë diçka që është vërtet e huaj, diçka që nuk i ngjan jetës toksore, diçka që mund të mos njihet menjëherë si jetë, por që tregon të gjitha cilësitë e organizimit që e bëjnë jetën të veçantë. Mendoni për atë që kjo do të thotë? Nëse zbuluam vërtet jetë marsiane, që është fundamentalisht e ndryshme nga jeta toksore, ne do të kemi vetëm prova që jeta mund të ekzistojë në kushte të ndryshme. Ne do të kemi prova që jeta mund të marrë forma krejtësisht të ndryshme. Që rruga nga kimia në biologji nuk është një rrugë vetme dhe ngushtë, por një rrjet i gjerë mundësish. Që universi nuk ka një recetë për jetë, por shumë. Dhe kjo do të thotë që numri i botëve ku jeta është e mundshme nuk kufizohet në planet që janë shumë si toka. Ai përfshin botë me oqeane në nakull, si Evropa dhe Enkelado, botë me atmosfera të trasha metani, si Titani, botë që rrotullohen rreth hyje të kuqe xhuxh që jetojnë triliona vjet. Botë që ne nuk kemi imagjinuar ende, sepse ne po e kërkojmë jetën në formën e vetme që e njohim. Dhe kjo na sjell në një realizim që është njëkohësisht frymëzues dhe shqetësues. Nëse jeta është vërtet kaq e larmishme, kaq e përshtatshme, kaq e përhapur, atëherë shanset që ne jemi civilizimi i vetëm inteligjent në galaksin ton zvoglohen në mënyrë dramatike. Paradoksi i fermit, pyetja e famshme ku janë të gjithë,
bëhet edhe më intrigëze. Sepse nëse jeta është kaq e zakonshme, pse nuk kemi parë asnjë provë të qytetërimeve të tjera? Disa shkencëtarë argumentojnë që përgjigja qëndron në largësinë e madhe midis yjeve. Që edhe nëse ka miliona qytetërime në galaksinë tonë, ato janë kaq të shpërndara sa ndoshta kur nuk ndërveprojnë. Të tjerë argumentojnë që çdo qytetërim i përparuar përfundimisht vetë shkatërohet, duke lënë një dritare kohore shumë të ngushtë, ku ai mund të detektohet. Të tjerat ende sugjerojnë që ne po kërkojmë shenjat e gabuara, duke pritur teknologji si tonat, kur qytetërimet e vërteta të përparuara mund të përdorin metoda komunikimi që ne nuk kemi imagjinuar ende. Por ka edhe një mundësi tjetër, një që shpesh nuk diskutohet, por që gërmoj në fund të mendjes së çdo shkencëtari që studion jetën jashtëtoksore. Mundësia që ne jemi të parët. Që në tërë këtë galaksi të madhe, me qindra miliarda yjeve të saj, ne jemi civilizimi i parë që arriti në këtë nivel kompleksiteti. Që gjitha ato triliona planet janë ende në fazat e hershme të evolucionit të jetës, ose kanë jetë të thjesht mikrobiale, por asnjë që ka zhvilluar inteligjencë. Kjo mendim është njëkohësisht plot me arrogancë dhe terrorizuese. Arrogante, sepse ajo vendos njerëzimin në një pozicion të veçantë, të parët në një proces kozmik, terrorizuese, sepse ajo na jep një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Nëse ne jemi vërtet të parët, atëherë çdo vendim që marrim, çdo zgjedhje që bëjmë si specie, mund të përcaktojë jo vetëm fatin ton, por shembullin që e vendosim për çdo qytetërim që vjen pas nesh. Por kthehemi në Marsin, sepse çfarëdo që besojmë për galaksinë më të gjerë, për qytetërimet e mundshme që mund të ekzistojnë në vende të largëta, Marsi është këtu. Marsi është i arritshëm. Marsi mund të jetë vendi ku ne, për herë të parë në historinë e njerëzimit, hasim jetë që nuk ka lidhje me ne. Jetë që nuk është pasardhëse e jon, që nuk është anteqësore e jon, që nuk është e lidhur me ne në asnjë mënyrë, përveç faktit që ne jetuam në dy planet që orbitojnë të njëjtin il. Dhe ajo hashe, kur ndodh, nëse ndodh, do të jetë një moment përcaktues jo vetëm për shkencën, por për gjithë kuptimin ton të vendit ton në univers. Sepse në atë moment, ne nuk do të jemi më specia e vetme e njohur inteligjente. Ne do të jemi njëra prej të paktën dy. Dhe nëse ka dy, sa të tjera mund të ketë? Në dhjetor të 2024, Observatori Europian Jugor publikoi rezultatet e një sondazhi 10-vjeçar të mbi 200.000 yje. Ata identifikuan 186 planet që janë në zonën e banueshme të yjeve të tyre, ku temperatura lejon ujin e lëngshëm. Por kjo shifër, e madh sa është vetëm fillimi, sepse ajo përfshin vetëm planetët që janë mjaft të mëdhenj për tu detektuar nga instrumentet tona aktuale dhe vetëm ato që orbitojnë yje të ngjashme me diellin. Nëse përfshin planetet më të vegjël, yjet e Kuq Gjush dhe botët hënore që mund të kenë oqeane në sipërfaqen e tyre, numri rritet në miliona vetëm në pjesën tonë të galaksisë. Miliona. Shkruar me fjalë, miliona botë ku kimika e duhur, temperatura e duhur, presioni i duhur mund të ekzistojnë. Dhe në secilin prej atyre botëve, kimika po ndodh, molekulat po bashkohen, kompleksiteti po rritet. Dhe në disa prej tyre, ndoshta në shumë prej tyre, ai kompleksitet mund të ketë kaluar kufirin nga kimia në biologji. Por përsëri, Marsi mbetet rasti i parë, shansi ynë më i mirë. Sepse Marsi është i vetmi vend përtej Tokës ku ne kemi aftësinë teknologjike për të arritur thellësitë ku jeta mund të ekzistojë. Hënët e Jupiterit dhe Saturnit janë shumë larg, oqeanet e tyre në dhjetra kilometra akull. Por Marsi është afër. Dhe shtresat e tij të lëngshme janë vetëm 10 kilometra poshtë sipërfaqes në disa vende. Kjo është brenda arritur me teknologjinë që kemi tani. Pra pyetja nuk është më nëse ne mund ta bëjmë këtë, pyetja është kur. Dhe përgjigja, sipas planit aktual, është brenda 11 vjet. 11 vjet derisa shpuesi i parë arrin thellësinë kritike. 11 vjet derisa sensori i parë preket në ujin që mund të ketë mbajtur jetë për miliarda vjet. 11 vjet derisa ne dim. Por ato 11 vite do të jenë plot debate, plot vendime të vështira, plot dilema etike që nuk kanë precedent, sepse ne nuk po planifikojmë thjesht një mision shkencor.
ne po planifikojmë kontaktin e parë të mundshëm të njerëzimit me jetë jashtëtoksore. Dhe mënyra se si e menaxhojmë atë kontakt do të thotë çdo gjë. Në janar të 2025, Kombet e Bashkuara formuan një panel të ri, Komisioni për jetën jashtëtoksore dhe mbrojtjen planetare. Mandati i tyre është të zhvillojnë protokolle ndërkombëtare për se si të veprojnë nëse jeta zbulohet në një tjetër botë. Çfarë provash kërkohen para se një zbulim deklarohet? Si të komunikohet me publikun? Si të menaxhohen implikimet sociale, fetare dhe politike? Si të sigurohet që asnjë vend apo organizat nuk monopolizon qasjen në jetën jashtëtoksore? Këto janë çështje që duken abstrakte, derisa realizoni sa shpejt ato mund të bëhen reale. Nëse eksperimenti i ardhshëm në Marsit jep rezultate pozitive, ne nuk do të kemi luks kohe për të debatuar. Vendime do të duhet të merren shpejt, dhe ato vendime do të jenë më të rëndësishmet që njerëzimi ka marrë ndonjëherë. Sepse këtu është e vërteta që rrallëherë thuhet me zë të lartë, por që çdo shkencëtar që punon në këto misione e di. Ne nuk jemi të përgatitur. Jo teknologjikisht, ajo pjesë është në rendin e mirë, por psikologjikisht, kulturalisht, filozofikisht, ne nuk jemi të përgatitur për atë që mund të zbulojmë. Ne jemi një specie që ka jetuar tërë ekzistencën e saj duke besuar që jemi të veçantë, që toka është e veçantë, që jeta e jon është një mrekulli unike. Dhe në 11 vjet, ajo besim mund të thyet përgjithmonë. Disa njerëz do ta përgëzojnë këtë. Disa do ta shohin atë si çlirimin përfundimtar nga arroganca antropocentrike. Prova që ne jemi thjesht një pjesë e vogël e një tapiqerie kozmike të madhe. Të tjerët do ta shohin si humbje. Fundi i një lloji pafajësie. Shumë do ta shohin atë si kërcënim. Frika që nëse jeta ekziston atje, ajo mund të ekzistojë kudo, dhe që disa prej atyre jetës mund të jenë më të avancuara se ne, më të forta se ne, më të frikshme se ne. Por pavarësisht nga reagimi ynë emocional, faktet do të mbeten. Nëse gjejmë jetë në Marsit, ne do të kemi provuar që jeta nuk është një aksident kozmik që ndodhi një herë në një planet të bekuar. Ne do të kemi provuar që jeta është një pronë që lind nga ligjet e natyrës kudo ku kushtet janë të duhura. Ne do të kemi provuar që universi nuk është i vdekur, por i gjallë në mënyra që ne sapo po fillojmë ta kuptojmë. Dhe kjo njohuri, kjo ndryshim themelor në kuptimin ton të realitetit, do të ketë pasoja që ne nuk mund t'i parashikojmë plotësisht. Do të ndryshoj shkencën sigurisht, do të ndryshoj filosofinë, do të ndryshoj fenë, do të ndryshoj artin, letërsinë, mënyrën se si rrëfejmë vetes histori për kush jemi dhe pse jemi këtu. Por mbi të gjitha, do të na detyroj të përballemi me një pyetje që kemi shpërfillur për shumë kohë. Nëse ne nuk jemi të vetëm, nëse jeta është një pronë universale e materialit, të organizuar sipas ligjeve fizike, atëherë çfarë përgjegjësie kemi ne ndaj formave të tjera të jetës? Çfarë i detyrohemi jetës marsiane nëntoksore nëse ekziston? Çfarë i detyrohemi jetës në Evropa, në Enkelado, në planetet që rrotullohen rreth yjeve që ne nuk i kemi vizituar ende? A kemi ne, si specia e vetme inteligjente e njohur, detyrimin për të kujdesur për jetën kudo që e gjejmë? Apo kemi të drejtën ta shfrytëzojmë atë, ta studiojmë atë, madje edhe ta shkatërrojmë atë në ndjekjen e njohurisë sonë? Këto nuk janë pyetje retorike. Këto janë pyetje që legjislatorët, filozofët, etiktarët dhe shkencëtarët po debatonin tani, në këtë moment, ndërsa plani për misionin Mars Deep Drill përparon. Dhe përgjigjet që gjejmë për këto pyetje do të përcaktojnë jo vetëm si ne veprojmë në Marsit, por si ne veprojmë në çdo botë të ardhshme ku ne shkojmë. Sepse Marsi është thjesht fillimi. Nëse teknologjia jon vazhdoni të përparojë me ritmin që ka treguar në 50 vitet e fundit, brenda një shekulli ne do të kemi aftësinë për të arritur oqeanet në nakullat e Evropës. Brenda 2 shekujve ne mund të kemi sondë ndërjore të aftë për të arritur sistemet më të afërt të yjeve. Brenda 5 shekujve, nëse mbijetojmë aq gjatë, ne mund të jemi një specie shumë planetare, e shpërndar përmes 10 botëve. Dhe në çdo hap të asaj udhtimi, ne do të përballemi me të njëjtin grup pyetjesh. A ka jetë këtu? A është e lidhur me ne, apo është e pavarur? Çfarë detyrimi kemi ndaj saj? Si e studiojmë pa e shkatëruar?
Si e mbrojmë duke njëkohësisht duke mos ngecur vetë në zhvillimin ton? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Mbase ato nuk kanë përgjigje fare, vetëm sër prej kompromisesh, balancime, vendime të vështira që ne duhet të marrim rast pas rasti. Por ajo që është e qartë, është që ne nuk mund t'i shpërfillim më. Epoka kur njerëzimi mund të sillet si pronari vetëm i sistemit diellor është duke përfunduar. Epoka kur ne duhet të ndajmë hapësirën me forma të tjera të jetës, edhe nëse ato forma janë vetëm mikrobe në thellësi shkëmbore, po fillon. Dhe kjo transformim, ky ndryshim themelor në vetkuptimin ton, nuk po ndodh në të ardhmen e largët, po ndodh tani. Po ndodh në laboratorët ku shkencëtarët po modelojnë kimikën e brendshme marsiane. Po ndodh në salat e konferencave ku inxhinierët po projektojnë shpuesit që do të arrijnë thellësitë, po ndodh në takimet ku etiktarët po mundojnë të shkruajnë rregulla për situata që nuk kanë precedent në historinë njerëzore. Dhe po ndodh në mendjen e çdo personi që lexon për këto zbulime dhe fillon të kuptojë që universi që trashëguam besim nga prindrit tan, universi i qetë dhe i vdekur ku jeta ishte një mrekulli unike, nuk është universi real. Universi real është një vend shumë më i ndërlikuar, shumë më i pasur, shumë më plot me mendësi se sa kur imagjinuam. Dhe në qendër të asaj realizimi qëndron një planet i kuq, i vogël, i ftohtë, orbitues heshtur rreth një illi mesatar në një koshe të panjohur të një galaksie mesatare. Një planet që ne kemi studiuar për shekuj, që kemi imagjinuar për mijë vjeçar, dhe që tani, përfundimisht, po fillojmë ta kuptojmë vërtet. Jo si një shkretëtir e vdekur, por si një botë me sekretet e veta, me historinë e vet. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, me jetën e vet. Por le të ndalemi këtu për një moment, sepse ka diçka që duhet të adresohet para se të shkojmë më tutje. Diçka që shumë prej jush po mendoni ndërsa dëgjoni këtë histori. Kuptoj plotësisht çfarë ju kallon në përmendje. E di saktësisht çfarë po thoni në kokë tuaj tani. E kam dëgjuar këtë 100 herë në konferenca, në komente, në e-maile nga dëgjues skeptik. Dhe keni absolutisht të drejtë ta mendoni. Kjo tingëllon si shkencë fiction. Kjo tingëllon si spekulim i egër. Kjo tingëllon si lloj premtimeve bombastike që media i bën çdo herë kur një rover gjen diçka interesante në Marsit, vetëm për t'u zhgënjyer më vonë kur rezulton se ishte thjesht një shkëmb i çuditshëm ose një anomali në të dhëna. Dhe keni absolutisht të drejtë të jeni skeptik, sepse historia e kërkimeve për jetë jashtëtoksore është e mbushur me kërkime false, me premtime të tepruar, me interpretime që shkuan shumë lart përtej asaj që të dhënat vërtet tregonin. Në vitin 1996, një ekip shkencëtarësh nga Agjencia Amerikane e Hapësirës dhe Aeronautikës njoftoi që kishin gjetur prova të jetës në një meteorit marsiane. Struktura të vogla që dukeshin si fosile bakteresh, molekula organike, formacione minerale që në tokë prodhohen vetëm nga procese biologjike. Historia u bë faqe kryesore në çdo gazetë në botë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara mbajti një konferencë për shtyp. Buxheti për kërkimet marsiane u dyfishua. Pastaj erdhën studimet e pavarura, analizat e reja, interpretime alternative. Dhe ngadalë, gjatë viteve të ardhshme, konsensusi shkencor u zhvendos. Ato struktura mund të shpjegohen nga procese jo gjallë. Ato molekula organike mund të kishin ardhur nga kontaminimi. Ato formacione minerale mund të formohen pa biologji. Sot, shumica e shkencëtarëve besojnë që meteoriti ALH 194001 nuk përmban prova të jetës marsiane. Zbulimi që dukej revolucionar rezultoi të ishte një mësim për sa të kujdesshëm duhet të jemi me interpretimet tona. Kështu që kur ju dëgjoni për oqeane të fshehura dhe jeta nëntoksore, keni çdo të drejtë të pyesni. A nuk është kjo thjesht një tjetër rast i entuziazmit shkencor që do të dështojë gjatë shqyrtimit të kujdesshëm? Por këtu është dalimi kritik. Dhe dua që ta kuptoni këtë pikë absolutisht qartë, sepse është zemra e asaj që po ndodh tani. Zbulimi i meteoriti ishte i bazuar në një mostër të vetme, një shkëmb, analizat e kryera nga një laborator, interpretime që shkonin përtej asaj që të dhënat mund të mbështesnin me siguri. Çfarë po ndodh tani me Marsit është thelbësisht e ndryshme në shkallë dhe në lloj. Ne nuk po flasim për një mostër. Ne po flasim për 4 vitet e të dhënave sismike nga një rrjet prej 4 sensorësh të pavarur. Ne po flasim për 22 analizë të pavarura të publikuara në 6 revista me shqyrtim nga kolegët.
Ne po flasim për konfirmim nga dy ekipe të ndryshme që përdoren metoda krejtësisht të ndryshme analitike. Kur shkencëtarët tonë që ka një shtresë të lëndshme nën sipërfaqen marsiane, ata nuk po spekulojnë. Ata po raportojnë atë që valët sismike tregojnë. Dhe valët sismike nuk gënjejnë. Ato ngadalsohen kur kalojnë në përlëngje. Kjo nuk është interpretim, është matje direkte. Kur shkencëtarët tonë që kjo shtresë e lëndshme mund të mbajë jetë, po, këtu fillojnë hipotezat. Por edhe këtu, le të jemi krejtësisht të qartë për atë që po thuhet dhe atë që nuk po thuhet. Askush nuk po thotë që kemi gjetur jetë në Marsit. Askush nuk po thotë që kemi prova direkte të organizmave që jetojnë atje tani. Çfarë po thuhet është që kushtet për jetë ekzistojnë. Që mjediset që në tokë mbajnë jetë janë të pranishme në Marsit. Që nuk ka asnjë pengesë fizike ose kimike e njohur që do ta pengonte jetën të ekzistonte atje. Dhe kur shkencëtar si Monica Grady thonë që shanset janë më të larta që jeta ekziston sesa që të mos ekzistojë, ata po bëjnë një vlerësim probabilistik të bazuar në atë që dim për jetën në tokë. Sepse këtu është fakti që nuk mund të kundërshtohet. Në tokë, kudo që kemi gjetur ujë të lëngshëm, kudo që temperatura lejon kimi organike, kudo që ka burim energjie, kemi gjetur jetë. Jo ndonjëherë, jo zakonisht, por gjithmonë, pa përjashtim të vetëm. Kemi gjetur jetë në pH0, aciditeti i plot që do të shkrinte lëkurën tuaj në sekonda. Kemi gjetur jetë në pH14, alkaliteti aq i fortë sa do të kthente indet tuaja në sapun. Kemi gjetur jetë në temperaturë 220 gradë Celsius pranë ventilatorëve hidrotermal në thellësinë e oqeanit. Kemi gjetur jetë në temperaturë -25 gradë Celsius në liqenet kripore në akullin antarktik që nuk ngrin për shkak të përqendrimit të tyre të magnezit dhe klorurit. Kemi gjetur jetë 7 kilometra nën sipërfaqen e tokës në shkëmbinj që nuk kanë parë dritën e diellit për 100 milion vjet. Kemi gjetur jetë në rezervuarët e reaksioneve bërthamor. Kemi gjetur jetë në mbeturinat toksike industriale. Kemi gjetur jetë që ha metale, që thith hidrogjen, që metabolizon sulfur, që jeton nga rrezatimi. Çdo herë që kemi thënë jeta nuk mund të ekzistojë këtu, kushtet janë shumë ekstreme, jeta na ka provuar gabim. Çdo herë që kemi vendosur një kufi për ku jeta është e mundshme, jeta e ka kalluar atë kufi. Kështu që kur shkencëtarët shikojnë të vënat nga Marsi dhe shohin ujë të lëngshëm, temperature të përshtatshme, burime energjie nga aktiviteti gjeotermik dhe kimi organike nga reaksione shkëmbore, ata nuk po spekulojnë në mënyrë të pabazë. Ata po aplikojnë mësimet nga 50 vjet kërkimesh në jetën ekstremofil në tokë. Nëse Marsi ka të njëjtat kushte që mbajnë jetë në thellësitë toksore, atëherë arsyeja e vetme që Marsi të mos ketë jetë do të ishte që jeta të jetë një aksident kozmik që ndodhi vetëm një herë, vetëm në tokë, përmes një kombinimi aq të pazakontë rrethanash sa ato nuk mund të përsëriten kurrë askund tjetër në univers. Dhe ky është një pohim i jashtëzakonshëm, një pohim që kërkon prova të jashtëzakonshme. Sepse çdo gjë që dim për kimikën, për fizikën, për mënyrën se si universi funksionon, sugjeron që nëse jeta mund të shfaqet një herë në një vend, ajo mund të shfaqet shumë herë në shumë vende. Por edhe duke pranuar këtë, edhe duke pranuar që shanset janë në favor të jetës, ne duhet të qëndrojmë absolutisht të qartë për diferencën midis asaj që është e mundshme, asaj që është e mundshme, asaj që është e provuar. Ne nuk kemi provuar që Marsi ka jetë. Ne kemi provuar që Marsi ka kushte që në tokë do të mbështesnin jetën. Kjo është një dallim i rëndësishëm. Dhe çdo shkencëtar serioz që punon në këtë fushë është krejtësisht i qartë për atë dallim. Por këtu është pika që më shqetëson kur dëgjoj skepticizmin ekstrem. Sepse ka një lloj skepticizmi që është i shëndetshëm dhe i nevojshëm për shkencën, dhe ka një lloj tjetër skepticizmi që është thjesht mohim i fakteve për shkak se ato sfidojnë përfytyrimet tona ekzistuese. Skepticizmi i shëndetshëm thotë: më trego të dhënat, më trego metodologjinë, më lejo të shoh nëse rezultatet janë të përsëritshme. Më trego nëse ka shpjegime alternative që përputhen më mirë me provat. Ky lloj skepticizmi është çfarë bën shkencën të funksionojë, është çfarë na mban nga gabimet, është çfarë na siguron që përfundimet tona janë të forta. Por ekziston një lloj tjetër skepticizmi që thotë: kjo nuk mund të jetë e vërtetë, sepse do të ndryshonte shumë gjëra që unë besoj.
prandaj do ta kundërshtoj pavarësisht nga provat. Ky lloj skepticizmi nuk është shkencor, është psikologjik. Dhe është saktësisht ky lloj skepticizmi që ka ngadalësuar progresin shkencor në periudha kritike gjatë historisë. Kur Galileo raportoi që Jupiteri ka hëna, disa astronom të kohës refuzuan madje edhe të shikonin nëpër teleskop. Jo sepse ata kishin prova që ai ishte gabim, por sepse ekzistenca e hënave që rrotulloheshin rreth Jupiterit do të kontradiktonte modelin e tyre të universit ku gjithçka rrotullohej rreth tokës. Kur Alfred Wegener propozoi në 1910 që kontinentet lëviznin, ai u përqesh nga shumica e gjeologëve. Jo sepse ai nuk kishte prova. Ai kishte prova të mahniqme, përputhjeje midis bregdeteve, fosile identik në kontinente të ndarë nga oqeane, formacione shkëmbore që përputheshin me përpikri. Por idea që kontinente të tëra mund të lëviznin ishte aq e çuditshme, aq jashtë përvojës së zakonshme njerëzore, sa shkencëtarët e refuzuan atë për 50 vjet. Vetëm kur zbulimi i shtrirjes së shtratit të oqeanit në vitet 1960 da një mekanizëm, teoria e tektonikës së plakave u pranua. 50 vjet. Gjenerata të tëra gjeologësh që mësuan një model të gabuar të planetit ton. Gjithë për shkak se ideja ishte shumë e re. Ne duhet të mësojmë nga këto gabime. Ne duhet të jemi skeptik, por skeptik për arsye të duhura. Skeptik ndaj metodologjisë së dobët, ndaj interpretimeve të tepruar, ndaj pohimeve që shkojnë përtej provave. Por jo skeptik ndaj vetë provave kur ato janë të forta, të përsëritshme dhe të konfirmuara nga metoda të pavarura. Dhe provat për ujin e lënshëm nën toksor në Marsit janë pikrisht kështu, të forta, të përsëritshme, të konfirmuara. Pyetja nëse ai ujë përmban jetë mbetet e hapur dhe duhet të mbetet e hapur derisa kemi prova direkte. Por skepticizmi ndaj pranisë së ujit vetë në këtë pikë nuk është skepticizëm shkencor, është mohim. Tani, me këtë të qartësuar, le të shkojmë në një tjetër aspekt të kësaj historie që sjell një dritë krejtësisht të re mbi gjithë çështjen. Sepse ndërsa flasim për jetën e mundshme në thellësitë marsiane, ne po humbim një pikë thelbësore, një pikë që ndryshon mënyrën se si duhet të mendojmë për çdo gjë që kemi diskutuar deri tani. Në korrik të 2024, një ekip nga Universiteti i Kopenhagës publikoi një analizë që la të hamendes çdo të tjerë që ishin publikuar më parë. Ata morën të gjitha të dhënat sismike nga InSight, të gjitha matjet e temperaturës, të gjitha modelet gjeokimik dhe i futën në një simulim kompjuterik që rikrionte gjendjen termike të brendshme marsiane gjatë 4 miliardë gjysmë viteve të fundit. Çfarë ata gjetën? Ishte kaq i pazakont sa dokumenti i tyre fillimisht u refuzua për publikim. Revjuerët menduan që kishte një gabim në kod. Kishte, por jo lloji i gabimit që revjuerët mendonin. Gabimi ishte në supozimin themelor që të gjithë kishin bërë për 4 dekada. Supozimi që Marsi është një planet që po ftohej, që brendësia e tij është më e ftohtë tani se sa ishte në të kaluarën, që nxehtësia e brendshme është e mbetur nga formimi i planetit dhe është duke u disipuar ngadalë në hapësirë. Ky suponim është i saktë për tokën. Toka po ftohet. Bërthama e saj është më e ftohtë tani se sa ishte 4 miliardë vjet më parë. Por Marsi, sipas këtij modeli të ri, nuk po ftohet. Marsi po nxehet. Leqoni atë përsëri. Marsi po nxehet. Jo në sipërfaqe. Ajo është bërë më e ftohtë për shkak të humbjes së atmosferës. Por brendësia, bërthama, mëntela, ato janë më të nxehta tani se sa ishin 2 miliardë vjet më parë. Si është ky e mundur? Sepse Marsi është më i vogël se Toka, ka më pak volum. Duhet të ftohej më shpejt, jo më ngadalë. Përgjigja ka të bëjë me dika që quhet ngroje radiogjenike. Kur planetet formohen, ata përfshin izotop radioaktiv, uran, torium, kalium. Këto izotop zbërthehen ngadalë gjatë miliarda viteve duke liruar nxehtësi. Në një planet të madh si Toka, kjo nxehtësi radiogjenike është vetëm një fraksion i vogël i buxhetit total të nxehtësisë. Shumica e nxehtësisë vjen nga energjia e mbetur nga formimi i planetit. Por në një planet të vogël si Marsi, raporti është i ndryshëm. Kam pak nxehtësi fillestare për të filluar, dhe kjo do të thotë që përqindja e nxehtësisë që vjen nga rrezatimi radioaktiv është më e madhe. Por këtu është pjesa e çuditshme.
Shpërndarja e këtyre izotopëve radioaktiv në brendësinë marsiane nuk është uniforme. Për arsye që lidhen me mënyrën se si planeti u formua, me impaktet që pësoi në ditët e tij të hershme, me mënyrën se si materiali u ndar kur planeti ishte ende i ngrohur, Marsi ka përqendrime shumë më të larta të uranit dhe toriumit në disa zona specifike të mëntelës së tij. Dhe këto zona, sipas modelit, janë pikërisht zonat ku të dhënat sismike tregojnë përqendrimin më të lartë të ujit të lëngshëm. Kjo nuk është një përputhje e rastishme. Kjo është një kauzalitet. Ato zona po nxehen sepse përmbajnë më shumë material radioaktiv. Dhe kjo nxehtësi është ajo që mban ujin në gjendje të lëngshme, në thellësi ku presioni dhe temperatura ndryshe do ta bënin atë të ngrinte ose të gatualte. Por implikimi më i mahniqëm i këtij modeli nuk është se si ai shpjegon të kaluarën, është çfarë ai parashikon për të ardhmen. Nëse modeli është i saktë, atëherë brendësia marsiane nuk ka arritur ende temperaturën e saj maksimale. Ajo ende po nxehet, dhe do të vazhdojë të nxehet për rreth 100 milion vjet të tjerë, para se shpërbërja radioaktive të ngadalësohet mjaftueshëm për fillimin e ftojes. Çfarë kjo do të thotë për jetën e mundshme atje? Do të thotë që nëse jeta ekziston në thellësitë marsiane, ajo nuk është një relikt nga një epokë e kaluar më e favorshme. Ajo nuk është duke mbijetuar në kushte gjithnjë më të vështira. Ajo potencialisht po përjeton kushtet më të mira që ka pasur ndonjëherë. Imagjinoni këtë. 3 miliard vjet më parë, kur sipërfaqja marsiane kishte oqeane dhe lumenj, brendësia ishte më e ftohtë. Shtresat e thella nëntoksore ishin më pak të favorshme për jetë se sa janë sot. Ndërsa sipërfaqja u ftohë, ndërsa atmosfera u humbi, ndërsa uji u tar ose u ngris, brendësia ngadalë u nxe. Kushtet nëntoksore përmirësoheshin. Nëse ndonjëherë ka pasur jetë në sipërfaqen marsiane, ajo nuk vdiq, ajo migroi. Dhe migrimi nuk ishte në një refugj gjithnjë më jo miqësor, ishte në një habitat gjithnjë më i favorshëm. Kjo është e kundërta e asaj që ne supozonim. Ne mendonim për jetën marsiane si diçka që përfundoi, diçka që mund të gjenden fosilet, diçka që përfshiu një epokë të artë që mbaroi miliarda vjet më parë. Por nëse ky model i ri është i saktë, epoka e artë e jetës marsiane nuk është në të kaluarën. Është tani, në këtë moment. Në thellësi ku askush nuk ka menduar kur të shikoj, para se InSight të na dërgonte të dhënat e tij, sigurisht kjo është ende një model. Kërkon më shumë të dhëna për konfirmim, por ai përshtatet me çdo vëzhgim që kemi bërë. Ai shpjegon pse disa zona tregojnë më shumë aktivitet sismik se sa të tjera. Ai shpjegon luhatjet sezonale të metanit. Ai shpjegon pse ujërat nëntoksor nuk janë të shpërndara njëtrajtësisht, por përqendrohen në zona specifike. Dhe ai ka një implikim që ndryshon çdo gjë. Nëse brendësia marsiane është ende duke u nxehur, nëse kushtet po përmirësohen, atëherë çdo vit që kalon, çdo dekadë, çdo shekull, zona banueshme po zgjerohet. Uji që tani është i ngrirë në thellësi të moderuara do të shkrihet. Zonat e reja nëntoksore do të bëhen të përshtatshme për jetë. Nëse ka jeta atje, ajo nuk është statike. Ajo është ekspanduese. Dhe nëse është ekspanduese, atëherë shanset që ne ta gjejmë rriten çdo vit. Por kjo na kthen në dilemën etike me një urgjencë edhe më të madhe. Nëse jeta marsiane është në një fazë ekspansioni, nëse ajo po shpërngulet në habitat të rinj, po përshtatet me kushte të reja, po evoluon aktivisht, atëherë çdo ndërhyrje jon nuk do të ndikojë vetëm në atë që ekziston tani. Do të ndikojë në trajektoren e ardhme të evolucionit marsiane. Çfarë të drejtë kemi ne të ndërhyjmë në një proces që ka zgjatur miliarda vjet dhe që mund të zgjas miliarda vjet të tjera? Por nga ana tjetër, çfarë të drejtë kemi ne të mos kërkojmë? Çfarë justifikimi ka për injoancën e qëllimshme kur mjetet për të ditur janë brenda arritjes son? Këto pyetje nuk janë më abstrakt. Ato janë urgjente. Sepse misioni Mars Deep Drill nuk është më vetëm në fazën e planifikimit. Në shtator të 2024, Agjencia Amerikane e Hapësirës dhe Aeronautikës nënshkroi kontratën kryesore me Lockheed Martin për ndërtimin e aparatit të shpimit. Dizajni është finalizuar. Inxhinierët janë punësuar. Materialet janë porositur. Ndërtimi fillon vitin tjetër. Testimi në vitin 2029. Lëshimi në vitin 2031. Kjo po ndodh.
Tani, jo në një të ardhme hipotetike, por në një plan operacional, me buxhet, me afat kohor, me objektiv specifik. Dhe një prej atyre objektivave i shkruar qartë në dokumentin misioni është të kërkoj prova të jetës së tanishme ose të kaluar në shtresat e thella nëntoksore. Por këtu është paradoksi, që ka të bëjë me atë mision të shqetësuar. Sa më shumë ne zbulojmë për brendësinë marsiane, aq më e rrezikshme bëhet ideja e shpimit. Sepse nëse Marsi vërtet ka një ekosistem nëntoksor, atëherë një shufër që shpuan 10 kilometra thellë nuk është thjesht një mjet vëzhgjimi, është një pushtues. Do të caj shtresa që kanë qenë të vullosura për miliarda vjet. Do të krijojë një kanal midis sipërfaqes sterile dhe thellësive potencialisht të banuara. Do të ekspozojë organizma që nuk kanë hasur kurrë rrezatim kozmik, që nuk kanë hasur kurrë përqendrimin e oksigjenit që ekziston në sipërfaqe, që nuk kanë hasur kurrë presione kaq të ulta. Çfarë do të ndodhë atyre organizmave? A do të mbijetojnë? A do të përhapen? A do të invadojnë habitate të tjera marsiane ku nuk ekzistonin më parë? Dhe më shqetësuese, çfarë nëse bakteret që në mënyrë të pashmangshme mbartim nga toka gjejnë mënyrë të mbijetojnë në ato thellësi? Çfarë nëse ato fillojnë të konkurrojnë me jeta indigjene marsiane? Në tokë kemi pam çfarë ndodh kur specie nga një ekosistem futen në një tjetër. Dëmi shpesh është katastrofik. Specie invaduese, që nuk kanë predator natyral, që nuk kanë parazitët, që nuk kanë konkurrentët që evoluan së bashku me ta, mund të shkatërrojnë ekosisteme të tëra brenda dekadash. Imagjinoni atë në një shkallë planetare. Imagjinoni baktere toksore, të përshtatura për miliarda vjet të konkurrencës brutale në ekosistemin më të larmishëm në sistemin diellor, duke u futur në një mjedis ku jeta ka evoluar në izolim total. Kjo nuk do të ishte eksplorimi. Do të ishte gjenocidi i paqëllimshëm. Por edhe ky skenar supozon që bakteret toksore mund të mbijetojnë në kushtet marsiane. Çfarë nëse të kundërta është e vërtetë? Çfarë nëse jeta marsiane, përshtatur për kushte që asnjë organizm toksor nuk ka hasur kurrë, është ajo që invadoni tokën? Kjo tingëllon si shkenç fiction, por nuk është më e pazakontë se ideja që bakteret mund të mbijetojnë në acidin e plot, në presion 400 atmosferash, në temperatura 200 gradë. Ne dim që ato gjëra janë të mundshme, sepse kemi gjetura në tokë. Çfarë është e mundur në Marsit, mbetet të shihet. Por principi paraprijes kërkon që ne të supozojmë skenarin më të keq dhe të planifikojmë në përputhje me rrethanat. Kjo është arsyeja pse kostoja e misionit u dyfishua. Shumica e buxhetit shtesë shkon për protokole të kontaminimit. Çdo pjesë e shpuesit duhet të sterilohet në nivele që nuk janë përdorur kurrë më parë në një mision hapësinor. Çdo sensor duhet të mbështjellë në shtresa mbrojtëse që hapen vetëm kur arrihet thellësia e synuar. Çdo mostër e kthyer duhet të karantinohet në lehtësi që nuk ekzistojnë ende dhe që duhet të ndërtohen specifikisht për këtë mision. Por edhe me të gjitha këto masa, rreziku i kontaminimit nuk mund të eliminohet krejtësisht, mund vetëm të minimizohet. Dhe kjo sjell një tjetër grup pyetjesh. Nëse ne nuk mund ta eliminojmë rrezikun krejtësisht, çfarë niveli i rrezikut është i pranueshëm? 1%, 1/1000, 1/milion? Kush vendos? Kush ka autoritetin moral për të vendosur në emër të një planeti të tërë, madje edhe të një ekosistemi që mund të ketë ekzistuar miliarda vjet para se ne të shfaqeshim? Këto janë pyetjet që Komiteti i Kombeve të Bashkuara për jetën jashtëtoksore po mundohet të adresojë. Por debati është i polarizuar. Disa vende argumentojnë që eksplorimi nuk duhet të fillojë derisa të kemi teknologji që garanton zero rrezik të kontaminimit. Të tjerët argumentojnë që ajo teknologji mund të mos ekzistojë kurrë dhe që pritja është po aq etikisht problematike si veprimi. Në mes janë shumica e shkencëtarëve duke u përpjekur të gjejnë një ekuilibër midis kurreshtjes dhe kujdesit, midis dëshirës për të ditur dhe detyrimit për të mos dëmtuar. Por edhe ndërsa këto debate vazhdojnë, realiteti i situatës po ndryshon, sepse këtu është gjëja. Ne tashmë kemi kontaminuar Marsin. Jo qëllimisht, jo në shkallë që do të shkaktonte shqetësim serioz, por çdo rover që kemi dërguar, atje ka mbartur mikroorganizma. Në vitin 2011, një studim i publikuar në revista Astrobiology testoi mostra nga dhomat e pastra ku Curiosity rover u montua. Edhe në ato kushte sterile ekstreme, ata gjetur 26 lloje të ndryshme bakteresh. Shumica ishin të vdekura, por jo të gjitha.
Kur Curiosity u lëshua, ai mbart një ngarkesë të vogël të jetës toksore, dhe disa prej atyre qelizave, të mbrojtura në vrima të vegjël brenda komponenteve elektronik, mund të kenë arritur Marsit ende të gjallë. Çfarë u bë me to? Shumica vdiqën pothuajse menjëherë. Rrezatimi UV në sipërfaqen marsiane është vdekje prurës. Por a vdiqën të gjitha? Ne nuk e dim, dhe kjo është pikërisht problemi. Çdo vit që kalon, çdo mision i ri që dërgojmë, ne po shtojmë në ngarkesën e kontaminimit. Dhe ndërsa askush prej këtyre misioneve nuk ka arritur thellësitë ku jeta marsiane mund të ekzistojë, çdo mision krijon mundësinë që disa baktere të gjejnë mënyrë të mbijetojnë, të migrojnë, të arrijnë zonat e brendshme përmes proceseve gjeologjike që ne nuk i kuptojmë plotësisht ende. Pra pyetja nuk është më nëse ne duhet të rrezikojmë kontaminimin. Pyetja është se sa më shumë rrezik jemi të gatshëm të shtojmë mbi atë që tashmë kemi krijuar. Dhe kjo na sillet në një realizim të fundit të papritur. Dritarja jonë për të gjetur jetë marsiane në gjendjen e saj pristine, pa ndikuar nga kontaminimi toksor, mund të jetë duke u mbyllur. Jo sepse ne do të kontaminojmë me qëllim, por sepse sa më shumë kërkojmë, sa më shumë eksplorojmë, sa më thellë shpojmë, aq më e madhe bëhet shansi që ne do ta ndikojmë qëllimisht atë që po përpiqemi të studiojmë. Kjo është dilemen themelore çdo veprimi vëzhgues. Vetë akti i vëzhgimit ndryshon objektin e vëzhgimit. Në fizikën kuantike, e quajmë këtë principin e pasigurisë së Heisenbergut. Në biologji, e quajmë efektin vëzhgues. Por pavarësisht emrit, principi është i njëjtë. Ne nuk mund të studiojmë diçka pa e ndikuar. Pyetja është vetëm se sa shumë ndikojmë dhe nëse ajo ndikimi e bën, njohurinë që fitojmë më pak të vlefshme ose madje të pavlerë. Në rastin e Marsit, ne po ballafaqohemi me këtë paradoks në shkallën më të madhe që njerëzimi ka hasur ndonjëherë. Sepse nëse ne gjejmë jetë në thellësitë marsiane, ne nuk do të jemi kurrë absolutisht të sigurt nëse ajo jetë ishte atje gjithmonë, apo nëse ne qëllimisht e krijuam kushtet që e lejuan atë të shfaqet, apo nëse ne vetë e futëm atë. Dhe pa atë siguri, vlera shkencore e zbulimit bie dramatikisht. Kjo është arsyeja pse disa shkencëtar argumentojnë që ne duhet të ndalim tërë eksplorimin robotik të Marsit për një gjenerat të plot. Lejojmë sistemet që tashmë kemi dërguar të degradohen, bakteret që mund të kemi futur të vdesin nga rrezatimi dhe vetëm pastaj, me teknologji sterilizimi të avancuar, të fillojmë përsëri. Një gjenerat, 30 vjet, një epoke plot njerëzore të pritur në heshtje. Ndërkaq, jeta marsiane, nëse ekziston, do të vazhdojë të evoluojë në mënyrën e saj, pa ditur që ne jemi këtu, duke shikuar, duke debatuar, duke vendosur fatin e saj. A është kjo arrogancë? A është kjo përgjegjësi? A është kjo diçka ndërmjet? Nuk ka përgjigjet e lehta, por vendimi duhet të merret dhe ai duhet të merret shpejt. Sepse ndërsa ne debatojmë, inxhinierët po ndërtojnë shpusin, lancuesit po përgatiten, planet po finalizohen, dhe diku, 10 kilometra në sipërfaqen e një planeti të kuq të largët, në errësirën absolut që asnjë sy njerëzor nuk ka parë kurrë, ekziston një e vërtet që është pritur 4 miliard vjet që ne ta zbulojmë, apo që ka shpresuar 4 miliard vjet që ne ta lëmë në paqe. Dhe ne, specia e vetme në univers që e di se ekziston vetdia, që mund të pyes pyetjet e mëdha, që mund të zgjedhim midis kureshtjes dhe kujdesit, duhet të vendosim. Jo për veten, por për atë që mund të jetë atje, për atë që mund të kemi qenë një herë, për atë që mund të bëhemi një ditë. Sepse nëse dim diçka nga të gjitha këto zbulimet, nga të gjitha këto matje, nga të gjitha këto debate, është kjo. Universi është shumë më i mahnitshëm, shumë më kompleks, shumë më plot me mundësi se sa ne kurrë imagjinuam. Dhe Marsi, planeti i kuq, i ftohtë, që ne mendonim se ishte i vdekur, mund të jetë në fakt një prej vendeve më të gjalla në sistemin diellor. Jo në sipërfaqe ku të gjithë kanë shikuar, por poshtë, në thellësi, në errësirë, ku jeta, nëse ekziston, ka gjetur një mënyrë jo vetëm të mbijetojë, por të lullzoj. 3 strategji filozofike për të kuptuar atë që mund të përballemi. E para quhet principi i mediokritetit kozmik. Ai thot: asgjë rreth nesh nuk është e veçantë. Toka nuk është qendra e universit. Dielli nuk është një il i jashtëzakonshëm. Galaksia jon nuk është unike.
Dhe jeta jon, pavarësisht sa e mahnitshme duket për ne, ka mundësi të jetë thjesht një rast i zakonshëm i një fenomeni të përhapur. Nëse kjo është e vërtet, atëherë jeta në Marsit nuk është një mrekulli. Është thjesht prova e parë e asaj që tashmë dushojmë, që universi është plot me jetë dhe ne jemi vetëm një shembull i saj. Strategjia e dytë quhet principi antropik. Ai thotë, çdo gjë rreth universit duket e përshtatur me saktësi të mahnitshme për të lejuar ekzistencën tonë. Konstantet fizike, masat e grimcave, forca e gravitetit, të gjitha janë kalibruar në mënyrë të tillë që nëse ndryshonin edhe pak, jeta do të ishte e pamundur. Disa interpretojnë këtë si provë që universi është projektuar. Të tjerë thonë që ne thjesht jemi në njërim prej triliona universeve të mundshme dhe natyrisht gjendemi në atë ku jeta është e mundur, sepse në të tjerët nuk do të kishte kush të vëzhgonte. Nëse kjo është e vërtet, atëherë jeta në Marsit do të ishte një tregues që parametrat që lejojnë jetën nuk janë ashtë rrallë sa mendojmë. Dhe strategjia e tretë quhet principi i vetë organizimit. Ai thotë, kompleksiteti nuk është një aksident, por një pronë që lind natyrshëm nga ligjet e fizikës kur sisteme largohen nga ekuilibri. Nga kristalet e akullit tek spiralet e galaksive, nga vorbullat në lumenj tek modelet e rërës në shkretir, natyra krijon rend spontanisht. Dhe jeta në këtë pamje nuk është diçka që ndodh përkundër ligjeve të fizikës, por diçka që ndodh për shkak të tyre. Jeta është thjesht niveli tjetër i vetë organizimit, një mënyrë që materia gjen të grumbullojë energji, ta përpunoj, ta përdor për të mbajtur strukturën e saj. Nëse kjo është e vërtet, atëherë jeta nuk është një lule delikate që luizon vetëm në kushtet më perfekte. Është një pronë emergjente që shfaqet kudo ku rrjedha e energjisë krijon gradientin e duhur. 3 strategji, 3 mënyra për të kuptuar vendin tonë në univers. Dhe tërë historia e Marsit, të gjitha këto zbulimet rreth ujit të fshehur, rreth shtresave të lëngshme, rreth mundësisë së jetës në thellësi, janë si një test për të 3 këto pikpamje. Nëse gjejmë jetë në Marsit dhe ajo jetë përdor të njëjtin kod gjenetik si jeta në Tokë, atëherë ka mundësi që të dyja planetët u mbollën nga e njëjta burim. Ndoshta një meteorit i madh goditi Tokën në të kaluarën e largët, hoqi grimca shkëmbore me baktere dhe ato grimca udhëtuan përmes hapësirës derisa ranë në Marsit. Apo e kundërta. Ndoshta jeta filloi në Marsit kur ai ishte më i ngrohtë dhe më i lagësht dhe pastaj u transportua në Tokë. Kjo quhet teorie panspermis. Dhe nëse është e vërtet, atëherë pyetja nuk është nëse jeta është e rrallë, por sa shpejt ajo udhëton midis botëve. Por nëse gjejmë jetë në Marsit, dhe ajo jetë është fundamentalisht e ndryshme nga jona, nëse përdor aminoacide të tjera, nëse ka biokimi që nuk i ngjan asgjëje që kemi parë në Tokë, atëherë ne do të dimë diçka eve më të mahnitshme. Ne do të dimë që jeta nuk filloi një herë dhe u përhap. Ne do të dimë që jeta filloi të paktën 2 herë në një sistem të vetëm yjor. Dhe nëse ndodhi 2 herë këtu, sa herë ka ndodhur në vende të tjera? Është për këtë arsye që zbulimi i shtresave të lëndshme në Marsit nuk është thjesht një zbulim gjeologjik. Është një pyetje filozofike e mbështjellë në numra dhe në spektra sismike. Është pyetja që njerëzimi ka bërë gjithmonë. A jemi vetëm? Por për herë të parë, ne kemi mjetet, të dhënat dhe planet për të gjetur një përgjigje që nuk është bazuar në besim apo spekulim, por në matje dhe prova. Por këtu është gjëja që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë rreth shkencës. Shkenca nuk është në gjendje të japë përgjigje përfundimtare, shkenca është në gjendje të ngushtojë hapësirën e pasigurisë. Çdo eksperiment, çdo zbulim na thotë jo se çfarë është e vërteta absolute, por çfarë është më pak e mundshme të jetë e gabuar se sa alternativat. Pra çfarë dim me siguri rreth Marsit? E dim që planeti kishte ujë të lëngshëm në sipërfaqe për qindra miliona vjet. E dim që ai ujë nuk i ku plotësisht në hapësirë. E dim që matjet sismike tregojnë ekzistencën e një zone ku shpejtësia e valve zvogëlohet në mënyrë që përputhet me prezencën e lëngjeve. E dim që temperatura dhe presioni në ato thellësi janë brenda diapazonit ku jeta toksore mund të mbijetojë. E dim që në Tokë, kudo ku ka ujë të lëngshëm dhe një burim energjie, ka jetë. Por këtu është lista e gjërave që nuk i dim.
Ne nuk e dim nëse ajo zonë është vërtet ujë apo një përzierje e llojeve të ndryshme të lëngjeve. Ne nuk e dim nëse ajo zonë është e vazhdueshme apo e fragmentuar në çepa të veçuar. Ne nuk e dim nëse ekziston një burim energjie i mjaftueshëm për të mbështetur metabolizmin. Ne nuk e dim nëse kimika e nevojshme për jetë është e pranishme. Ne nuk e dim nëse jeta që mund të ekzistojë atje është e lidhur me jetën toksore apo ka një prejardhje të pavarur. Ne nuk e dim nëse ajo jetë, në qoftë se ekziston, është aktive tani apo është në një gjendje të ngrirë metabolike, duke pritur kushte më të mira. Dhe më e rëndësishmja, ne nuk e dim nëse akti i kërkimit ton, akti i shpimit 10 kilometra në thellësi të një planeti, do të na japë përgjigje të sakta apo do të kontaminoj pikrisht atë që po përpiqemi të studiojmë. Kjo është kufiri i njohurisë son. Jo mungesa e inteligjencës apo e teknologjisë, por natyra themelore e veprimeve vëzhguese. Ne jemi pjesë e sistemit që po përpiqemi të studiojmë, dhe çdo ndërveprim me atë sistem e ndryshon atë. Por edhe me të gjitha këto pasiguri, edhe me të gjitha këto kufizime, ekziston diçka që e dim me siguri. E dim që universi është shumë më i madh, shumë më i vjetër, shumë më kompleks se sa mund ta përfytyrojmë. E dim që ligjet e fizikës janë të njëjta kudo. E dim që elementet kimike që përbëjnë trupat tanë u krijuan në zemrat e yjeve që vdiqën miliarda vjet para se dielliu të lindte. E dim që çdo atom në trupin tuaj ka qenë dikur pjesë e diçkaje tjetër, dikujt tjetër, diku tjetër. Dhe e dim këtë, që pyetja më e rëndësishme që mund të bëjmë nuk është nëse jeta ekziston në vende të tjera. Pyetja më e rëndësishme është: çfarë do të bëjmë me atë njohuri kur e gjejmë? Sepse për herë të parë në historinë e gjatë të jetës në tokë, një specie ka arritur pikën ku mund të kërkojë qëllimisht jetë në vende të tjera. Dhe me atë aftësi, vjen përgjegjësi që asnjë specie tjetër nuk e ka pasur kurrë. Përgjegjësia për të vendosur jo vetëm fatin ton, por potencialisht fatin e formave të tjera të jetës. Këtu qëndron paradoksi final i eksplorimit hapësinor. Sa më shumë ne mësojmë, sa më shumë ne zbulojmë, aq më shumë ne realizojmë se sa pak e dim. Çdo përgjigje që gjejmë hap 10 pyetje të reja. Çdo horizont që arrim na tregon një horizont edhe më të largët përtej tij. Dhe ndoshta kjo është mënyra se si universi duhet të jetë. Jo një vend me përgjigje të gatshme, të paketuara në formula të thjeshta, por një vend ku procesi i kërkimit vetë është qëllimi, ku pyetjet janë më të vlefshme se përgjigjet, ku misteri nuk është diçka për të zgjidhur, por diçka për të përjetuar. Kur shikoni qiellin natën dhe shihni atë pikë të kuqe të ndritshme që është Marsi, keni parasysh këtë. Në këtë moment, në thellësitë e atij planeti, në errësirën absolute në kilometra shkëmbi, ekziston një e vërtet që është pritur 4 miliard vjet. Ajo e vërtet mund të jetë një oqean i heshtur i ujit të pastër, i mbajtur në presion nga pesha e një bote. Ajo e vërtet mund të jetë një ekosistem i tërë i jetës që nuk i ngjan asgjëje që kemi njohur. Ose ajo e vërtet mund të jetë thjesht shkëmbin dhe lëngje kimike, një vend i vdekur që dikur ishte i gjallë, një histori që përfundoi para se e jona të fillonte. Ne nuk e dim, ende. Por së shpejti, për herë të parë, ne do të mund të dim. Dhe pavarësisht nga përgjigja, pavarësisht nga ajo që gjejmë atje poshtë, njohuria do të na ndryshojë, jo vetëm të kuptuarit ton të Marsit, por të kuptuarit ton të vetes. Sepse çdo zbulim rreth botëve të tjera është edhe një zbulim rreth kësaj bote. Çdo pyetje që bëjmë rreth jetës në vende të largëta është edhe një pyetje rreth natyrës së vetë jetës. Dhe kur në fund përballemi me përgjigjen, kur instrumentet tona arrin ato thellësi dhe dërgojnë mbrapsht të dhënat që na tregojnë se çfarë ekziston atje, ne do të jemi një specie e ndryshme. Jo për shkak të teknologjisë që përdorëm, por për shkak të pyetjeve që guxuam të bënim dhe të përgjigjeve që ishim mjaft të guximshëm për t'i kërkuar. Sepse në fund, universi nuk na ka dhënë asnjë garanci. Nuk na ka premtuar që do të gjejmë jetë në Marsit. Nuk na ka premtuar që do të kuptojmë natyrën e realitetit. Nuk na ka premtuar që pyetjet tona do të kenë përgjigje të thjeshta apo të kënaqshme. Por na ka dhënë diçka më të vlefshme. Na ka dhënë aftësinë për të pyetur dhe aftësinë për të kërkuar. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, guximin për të pranuar që disa pyetje
janë më të rëndësishme se përgjigjet e tyre. Pra kur misioni Mars Deep Drill niset në vitin 2031, kur shpuesi I parë godet sipërfaqen e kuqe dhe fillon udhëtimin e tij të gjatë në thellësi, mbani mend këtë. Ajo që po kërkojmë nuk është thjesht ujë apo mikrobe apo prova të jetës së lashtë. Ajo që po kërkojmë është një pasqyrë, një mënyrë për të parë veten tonë në kontekstin më të gjerë të universit. Një përgjigje ndaj pyetjes që çdo fëmijë e bën dhe çdo I rritur e ndjek të pyes. Pse jemi këtu? Dhe ndoshta përgjigja kur vjen nuk do të jetë ajo që prisnim. Ndoshta do të jetë më e çuditshme, më e mahnitshme, më e frikshme se çdo gjë që imagjinuam. Por ajo do të jetë e jona. Dhe për një çast të shkurtur kozmik, në një planet të vogël blu që rrotullohet rreth një yje mesatar, një specie do të di diçka që nuk e dinte më parë. Do të shoh pak më thellë në misterin që na rrethon. Do të bëj një hap të vogël drejt kuptimit të vendit të saj në pëllhurën e madhe kozmike. Dhe pastaj, si gjithmonë, do të shoh horizontin tjetër.